Shikues të nderuar, ju përshëndes, ja ku po ritakojemi këtu në Aktualitet në NTV si çdo ditë dhe çdo javë nga e hëna në të premte për të folur për aktualitetin në vend, në rajon dhe në botë. Do ta nisim me zhvillimet kryesore të politikës në vend. Un kam kënaqësinë që të kem të ftuar në lidhje të drejtë për drejtë me studion time zotin Dorian Teliti. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk kam si të mos e nis faktikisht me një nga zhvillimet të rëndësishme të ditës së sotme që në mëngjes herët, me ankimimin që zoti Velia i ka bërë, po them, dekretit të Këshillit Ministrave, vendimit të Këshillit Ministrave për shkarkimin e tij në gjykatën kushtetuese, ku e kundërshton atë. Apo e shtyn procesin e shkarkimit dhe procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për Bashkinë e Tiranës. Ky ankim që zoti Velia i ka bërë, a është një lojë midis Ramës dhe Veliait dhe ku është opozita në këtë lojë, në këtë mes? Tani që drejta ankimimit, Erion Velia e ka, se jep drejta kushtetuta. Që normalisht do donin që procesi të mbylles një orë më parë do donin, pasi donin që të kemi muaj e vite që kërkojmë praktikisht. Që për zgjedhjeve farsë në 2023 që kërkojmë zgjedhjet parakoshme në Tiranë. Objektivi politik ka qenë largimi i Erion Velis nga detyra. Dhe më në fundi arritëm ato. Nuk ja dolim dot me votat tona Këshilli Bashkiak, pasi jemi minorancë. Dhe në momentin që mazhoranca u afrua me qëndrimin e opozitës të kahershëm që kërkonte Erion Velin, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që keni parë para disa ditëve, u realizua shkarkimi i Erion Velis nga detyra me votat e Këshillit për të propozuar Këshillit Ministrave. Më pas Këshilli Ministrave ndoqi procedurën e saj për shkarkimin, për miratimin e VKM-s për shkarkimin zyrtar të Erion Velis. Erion Velia ka drejtën e tij që brenda 2 javë të ankohej. Do doja shumë që kjo procedurë të mos ndodhte në mënyrë që të mos kemi bllokim, mos kemi vonesa në procesin zgjedhor që duhet të paraprit tash këto javë të vijim. Do të kemi në Tiranë për sa i përket zgjedhjes sekretarit të ri. Gjithsesi është drejta e tij kushtetuese që të ndjekë këto hapa. A ka një lojë midis Ramës dhe Velias? Unë besoj që ka një lojë brenda mazhorancës, lojë të fortë është për interesat e tyre, se kush do mbijetoj, kush do mbizotëroj dhe se si do jenë këto termat e negociatave, është lojë e tyre, ai që na intereson ne si opozitë, dhe që intereson qytetarëve, është që të shkojmë një orë më parë në zgjedhje. Se cilat pastaj janë modalitetet ligjore në respekt të kushtetutës, normale pastaj ato duhen respektuar me qëllimin e vetëm që jo thjesht të respektohet drejtat e çdo kujt, pasi ne për të drejtën kemi luftuar dhe vazhdojmë të luftojmë, por për më tepër që të respektohet procedura ligjore për atë që kam thënë gjithmonë, që mos kthehet në të ardhmen, mos respektimi i procedurave ligjore, një justifikim apo arsye që të kalojmë në dëm shpërblime në anë të buxhetit të shtetit për 100 mijëra eurosh ndaj atyre që mund të jenë kryer padrejtësisht, në thonjë le të themi, shkelja e procedurave. Kështu që procedura le të respektohet. Gjithsesi kemi kohë vijim, ndonse është ankimuar sot, shohim çfarë do ndodhet ditën e vijim. A mendojnë që do kemi nga ana e qeverisë? A mendojnë që do ta vonoj? Çfarë do ndodhë edhe me vazhdimsinë edhe të ankimimit të Erion Velis? E di pse të pyes që a mendojnë që do ta vonoj këtë procesin e zgjedhjeve të parakoshme ankimimin e Veliait, sepse nga njëra anë kemi sigurisht të drejtën kushtetuese që ai të ankohet, por nga ana tjetër jemi çdo lloj afati kushtetues për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nuk do surprizohesh sikur të kishim një dekret presidencial këtyre ditëve që shpas zgjedhjeve të parakoshme, nëse ka një ankimim të Erion Velis. Nuk është hera e parë që në Shqipëri nuk respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Kështu që nëse do ketë nga ana e kryeministrit apo nga ana e qeverisë një iniciativë për të kërkuar presidentit shpalljen e datës zgjedhjeve, jo thjesht për 5 bashkinë të tjera, por edhe për Bashkinë e Tiranës, nuk do ishte as pak surprizë të kishim edhe datën edhe për Tiranën. E përsëris edhe një herë, duhet respektuar drejtat e çdo kujt, por ama dhe interesi publik është shumë i rëndësishëm. Bilesh edhe më i rëndësishëm interesi publik, por gjithmonë pa shkelur parimet bazë kushtetuese të drejtave të njerëzit. Pse e them të gjë, sepse Tirana ka pas punë të keq përpara, por sot i shkon akoma keq edhe më keq. Tirana sot ka nevojë për një kokë, për një drejtim. Tirana sot ka nevojë për një debat mbi të. Pse e them të gjë, kur e mbani mend ju debatin e fundit të kryer në Tiranë për Bashkinë e Tiranës, për disë kandidatëve. Ku flitet për hallet problematika të Tiranës, për vizionin, për politika që duhet ndjekur. Se si do të çuar për Tirana përpara. Ka qenë debati i vitit 2000 midis Besnik Mustafait dhe Edi Ramës. Ka 25 vjet që nuk diskutohet për të qytet. Nuk diskutohet për fshatin e Tiranës, nuk diskutohet për zonat urbane. Nuk diskutohet për politika zhvillimore, nuk diskutohet për biznesin. Nuk debatohet praktikisht, pa të kemi debat midis kandidatëve. Shkojmë Kosovë. Kosova, një vend 18 vjet, shtet, dhe bën debate midis kandidatëve
në mënyrë të përjashme. Kjo do i shërbej Tiranës e para, njëherë që Tirana të njihet me kandidatët më mirë, jo thjesht të bëjë zgjedhje politike PSD. Po të njihet me kandidatë me njeriu që do vihet në krye të punëve, këto i vite gjysmë që ka mbetur se është mandati pjesëshëm, për të menaxhuar punën e Tiranës. Po dhe dyta për bërë transparencë. Transparenca këtu si shikon gjithmonë bëhet pasi ka marrë zgjedhjet. Siç do të vit 2023, i mori Rumeli zgjedhjet, i mori me PSD, me grupin PSD. Po kush grupi PSD-s sot? Ku janë drejtorët e famshëm të bashkisë? Janë gjithë në arrest. Pra ma rezultatin ja dhanë Rumelis. Qartë. Pra ajo që neve na intereson sot është interesi publik, të rikthejmë Tiranën në legjitimitet, të rikthejmë Tiranën në normalitet, dhe patjetër urojmë që t'ja kthejmë Tiranën tashmë me një menaxhim ndryshe, me një drejtim ndryshe, me një kandidat që nuk vjen më nga radhët e mazhorancës socialiste, por që vjen nga radhët e opozitës. Pasi ne besojmë që nga radhët e mazhorancës hiç njëri vetë tjetri modeli është për njëjti. Këto modele kemi. Ja ku është modeli aktual. Qartë. Qytetarët do jenë para zgjedhjes. Duan modelin aktual të Tiranës si është 18 herë më ndodhur se normat e lejuara të BSH-s? Ja ku është. Qartë. Duan Tiranën që ndërtohet ditës beton, por nuk ndërtohen kopshe çerdhe shkolla? Ja ku është. E duan Tiranën që rëndohet trafiku ditës dhe rritet densitetë e lagjeve tona pa na shtuar shërbimet komunitare? Ja ku e kanë modelin. A duan Tiranën që i ka rrit taksa 2 deri në 10 herë, taksa e tarifa 2 deri në 10 herë, pa dhënë investime shtesë, bile pranua vetë tashmë kryeministri dështimi me investimet publike në Tiranë? Ja ku është. A duan Tiranë e cila kemi rrit çmimin e ujit? Ka një problem. Para të rriti çmimin e ujit me 44%. Dhe ende ujë s'kemi në rubinetat tanë. Ja ku e kanë modelin. Apo duani model ndryshe? Vetëm se ka një problem. Transparencë, zhvillimi, punë. Që është i qartë, duam garë të lirë dhe të ndershme. Dhe aty pastaj te qytetarët që vendosin. Ky është interesi madhor publik sot, për cilën ka nevojë Tirana. Dhe ka nevojë Tirana mbi gjitha një kandidat, një fitues le të themi, i cili nuk e mendon, nuk e përdor Bashkinë e Tiranës si trampolin politike për të shkuar në zyrën e kryeministrit apo të kryetarit të partisë. Jo. Duhet shkëputur një herë mirë kjo gjë, sepse është bërë tashmë ndrall që kur gjithë synojnë Tiranën, që nesër të marrin dhe pozicionin e drejtimit politik të partisë tyre. Jo. Tirana do të jetë një shërbim të qytetarëve dhe të mendojë dhe të bëjë politika vetëm për qytetarët. Qartë. Pa menduar për interesin politik për të marrë nesër që bën Rën Veliaj, apo të kaluar siç ka ndodhur me Lulzim Bashën apo ka ndodhur me Edi Ramën në Shqipëri. Pra që ka qenë trampolina për të marrë drejtimin e partisë. Jo, duhet të krijuar, duhet të shkëputur kjo hall, ky zinxhir. Dhe të fokusohet vetëm te puna e Tiranës për ta rikthyer përsëri Tiranën në normalitet. Vetëm se ka një problem. Vetëm se ka një problem që nuk e kemi emrin e kandidatit, se sa i takon mazhorancës, e kemi emrin e kandidatit të kandidates, zonjës Manastiliu, cilës mund t'i bëjmë, po themi, balancën pozitive dhe negative, sipas, po themi, qëndrimit politik. Po nga opozita nuk e kemi një kandidat. Opozita ka thënë, dhe zoti Flamur Noka ka thënë se po bisedohet me të gjitha aleatët e Partisë Demokratike për të patur, me sa unë e kuptoj, një kandidat konsensual dhe gjithëpërfshirës, dhe brenda pak ditëve do të jetë edhe emri kandidatit. Pyetja ime është pse po vënohet emri kandidatit, a mos është një përpjekje e opozitës për të shtyrë sa më shumë të jetë mundur, po them, këtë një vit e gjysmë drejt të zgjedhjeve të parakoshme, drejt zgjedhjeve, po themi, të rregullta vendore? Jo, jemi ne ata që kemi kërkuar zgjedhjet të parakoshme në Tiranë. Pra nuk është vonesë nga ana jonë. Thjesht nga ana jonë, duke qenë se ne jemi në koalicion, lipsko, kërkon kohë, fakti negociatave. Të gjesh një emër konsensual nuk është diçka që të gjen brenda 5 minuta, as brenda 5 orësh. Duhet negociata që bëhen në parim me faktorin opozitar, dhe pasi ke rënë dakord mbi parimet e përgjithshme që do të ketë kandidati, pastaj hyn diskutimin emër për emër për kandidaturat që përshtatet mbas të parimeve të rëna paraprakisht në dakord. Por që kemi tashmë një grup pune, i cili drejtohet nga sekretari i përgjithshëm me Belind Këlliçi dhe Bilier Ermeti, që më negocion në emër të opozitës për gjetur një kandidat konsensual, ju shikoni që ditës po bëhen takime intensive për të dalë sa më shpejt, mund ditësh besoj, do 3-4 ditë ashëm, besoj që do të kemi një ide edhe më të qartë se kush do jetë kandidati që do përfaqësojë opozitën. Po do të kemi diçka parasysh. Gjithmonë mazhoranca socialiste, paktën edhe tashti, nuk është habi që nxjerrë para kandidatit. Pse? Për dy arsye të thjeshta. E para e vendos mazhoranca se kur bën zgjedhje në Tiranë. Mblodhi asamble, e shkarkoi Rën Velin asamble, dhe e komandoi si kandidate zonën Manastiliu, pa e thirr fare këshillin bashkiak që të thoshte paktën bëni procedurën e shkarkimit
pastaj të nxirrte emrin e Manastirlit. Po juve keni 6 muaj që kërkoni shkarkimin e plus Veliajit. majorancës se listë hyn parti tege dhe nuk ka nevojë për konsultim me parti tjera. Neve të dy këto element na lypsin kohë për faktin që ne do të bëjmë negociata me faktorën opozitar, pasi është shumë e rëndësishme sot që ne të dalim me një emër përbashkues, pasi duke pasur përballë arrogancë le të themi të makinerisë së 11 majit, ne na duhet dhe rriten shanset tona të fitores nëse jemi gjithë bashkë përkundrejt faktorit majorancë, faktorit politik majorancës. Kështu që unë nuk do shqetësohesh se mori 2-3 ditë më tepër, për mua ka rëndësi cilësia e kandidatit. Kush mund të jetë një emër nga që në momentin e parë që merr emërimin e tij si kandidat zyrtar në emër të opozitës, të jetë direkt në fushat, të jetë direkt i gatshëm për debat, të njohë shumë mirë problematikat e Tiranës, dhe të jetë një figurë e cila përfaqëson dhe ka dhënë prova që në karrierën e tij profesionale, politike, gjitha me radhë, ka dhënë prova që ka qenë gjithmonë pro dhe vetëm pro interesit publik, sidomos të qytetit Tiranës, pasi duhet të jetë kjo sinergji duhet krijuar në mënyrë që të perceptohet pozitivisht edhe nga votuesit e Tiranës. A ka opozita, po themi, një katalog ose një grup me emra të cilët mund të jenë ndër të përzgjedhurit dhe dikush prej të cilëve do të jetë edhe kandidati në vlerësimin tuaj, po them? Për mendimin tim opozita ka me 10 emra. Unë e kam thënë dhe do përsëris të qëndrim që kam për 10 ditësh që mbaj. Kushdo i cili ka qenë apo është deputet, pra ish deputet dhe deputet. Ish ministra, se qeverisë nuk jemi, ish ministra. Ish prefektët tanë gjatë qeverisë sonë. Ish drejtuesit tanë të lartë në Bashkinë e Tiranës gjatë qeverisë sonë në Bashkinë e Tiranës. Ish këshilltar, përfaqësues Këshillit Bashkiak apo këshilltar aktual të zgjedhur të këtij këshilli. Njerëz me influencë në Partinë Demokratike, të cilët kanë qenë dhe kanë dhënë kontribut në Tiranë, duhet të jenë të tërë të gatshëm, ata që kanë jetë aktive dhe që kanë dëshirë patjetër, duhet të jenë të tërë të gatshëm për të marrë përsipër këtë garë elektorale. Për mua gara është e hapur, ka njerëz që thonë gara është e mbyllur, qeverisja kështu, jo, absolutisht. Për mua gara është e hapur, për mua gara është, loja do luhet gjatë 4-5 javë të fushatës, loja politike, e cila do të nxjerrë në pa dhe më tepër karakteristikat se secili kandidat majorancë dhe opozit, po për mua betejë është e hapur dhe betejë duhet luftuar deri në momentin e fundit, betejë politike gjithmonë. Duhet luftuar deri në momentin e fundit. Për mua asgjë s'është mbyllur sot personalisht dhe përsëris të gjithë ta emra që përmenda pak më përpara do të jenë tërë të gatshëm nga i pari deri në fundit, pa absolutisht pas më pak të hezitim për të marrë përsipër të garë elektorale të familjes tonë politike të opozitës bashkuar. Qartë, mirë, unë do t'i rikthehem pak, po them, programit edhe perspektivës që opozita ka sa i takon qytetit Tiranës në rast se do të fitojë zgjedhjet e parakohshme kurdo që ato të mbahen, se duhet parë dhe kur do mbahen tashmë me këto ankimimet e zotit Veliaj në kushtetuese. Po, dua të ndalem një moment, meqense ju jeni edhe ekonomist. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nxjerrë ditët e fundit një raport për klimën e investimeve dhe duke ju referuar Shqipërisë, nuk mund të fshehim që raporti ka evidentuar mjaft problematika. Një raport i ashpër, ndoshta nuk do të tepronim, po të thoshim, korrupsioni, paratë e drogës, mungesa e transparencës, pengojnë investimet e huaja, PPP-t dhe prokurimet konsiderohen të manipuluara apo i përmbledhë, ndërsa sistemi gjyqësor i dobët. Tani, si e lexoni ju, zotit Eliti, këtë raport në një perspektivë, po them? Ne kemi lexuar me shumë shqetësim raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por nuk janë surprizë për ne. Kjo është shqetësimi që ne kemi rritur prej kohësh. Pra kemi folur për korrupsionin. Kemi folur për praktikat PPP, të cilat kanë qenë klienteliste. Kemi folur për pengesën që i është bërë investimeve tuaja për të ardhur në Shqipëri. Kemi folur për dështimin e qëllimshëm të ligjit të investimeve strategjike. Kemi folur për drejtësinë disa herë, shpesh herë të munguar, duke detyruar firma, siç thotë raporti, që të shkojnë të detojnë arbitrazhet. Kemi folur për mungesën e fuqisë punëtore, tashmë të theksuar, sidomos gjatë viteve të fundit, si pasojë e emigrimit, sidomos të tërimit dhe të profesionistëve shqiptar. Kemi folur, ka dalë goja mbrapa duke folur për këtë problematika. Tashmë ne i shohim të zyrtarizuara, jo për herë të parë, të zyrtarizuara edhe në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra është diçka për të theksuar, është raporti i parë i Departamentit të Administratës së Amerikane. Pra, ka qenë problematika të ngritura edhe në të kaluarën,
por tashmë të theksuar akoma dhe më fort. Çfarë thot për qeverinë Rama ky raport? Pra është një paralajmërim, është një këmbën alarmi, cili është mesazhi që mund të lexojmë përtej poshtë raportit? Çdo një qeverisje e përgjegjshme, sot do të ishte dje kur doli raporti, dolën dhënat e raportit, dje dhe pardje do të ishte bërë një mbledhje sa urgjente për trajtuar raportin. Gjë që nuk ka ndodhur, pra do të ishte mbledhur, diskutonin mbi problematikat, nëse do kishin vullnet patjetër. Por sigurisht diçka nuk ka problematika që nuk i din. Për shumë problematika janë vetë arkitektët e problematikës. Nuk e di qeveria që ka korrupsion administratë. Çfarë ka bërë deri më sot? Më thoni pak, sa janë denoncimet që vetë qeveria dhe instrumentat e saj të brendshme kanë bërë denoncime korrupsione. Asnjë. Të tëra kanë ardhur nga institucione jashtëqeveritare. Ka ardhur vetë nga institucionet e drejtësisë, o kanë ardhur nga mediat, o kanë ardhur nga institucionet e tjera ndërkombëtare. Vetë qeveria me instrumentat e saj të inspektimit, të auditimit, kontrollit të brendshëm kështu me radhë, zero denoncime korrupsione. Nuk e di qeveria që PPP-s duhen dhënë në formatin si i ka dhënë. E di shumë mirë. Vetë i kanë dhënë. Nuk e di qeveria që është rëmbëruar konkurrenca lirë dhe ndershme, nuk ka konkurrencë lirë dhe ndershme në Shqipëri. Vetën arkitektët nuk kanë as 10 javë, as 12 javë, as 12 muaj. Kanë 12 vite në qeverisje. Dhe në momentin që ke 12 vite në qeverisje, të siguroj që informacionin e ke dhe çdo gjë problematikat që ndodhin, janë sepse ti ke lejuar të ndodhin. Nga anën tjetër, problematikat do ekzistojnë. Se jo më kot ekzistojnë dhe institucionet. Institucionet ekzistojnë se ka problematika për menaxhuar. Po këto problematika gjatë 12 viteve të fundit kanë ardhur në reduktim apo kanë ardhur në shtim. Nëse kanë ardhur në reduktim, do ishin në trendin e duhur. Pra në përmirësim të situatës. Po fatkeqësisht për shumë element, do kanë ardhur në përkeqësim e sipër. Kemi qenë vendi i parë në rajon para 12 vitesh për sa i përket pagave, pensioneve. Sot jemi vendi i fundit. Kemi qenë vendi i parë në rajon për të thithën investimet tuaj direkte. Sot jemi vendi i fundit. Megjithëse është raporti pikërisht i klimës së investimeve të investitorëve tuaj. Po. Ishte të parët para 12 vitesh, si përfunduan të fundit. Pse? Cilat janë arsyet? Të tëra dihen, disa prej shumica pesa dërmuese për tyre kanë qenë edhe të qëllimshme. Qeverisja duhet i thrasë mendjes derisa është në qeverisje për të rekuperuar situatën. Ekipet ministrore bashkë me stafet e tyre duhet të marrin situatën më herë në kontroll pasi ka dalë, por kjo do vullnet. Pyetja është, a ka vullnet për ta përmirësuar? Pasi vit për vit ka dalë ky raporti. Këto shqetësime ishin dhe raportin e vitit të kaluar. Ka qenë dhe raportin e vitit më parshëm. Asgjë s'ndryshoi, përkundra se situata përmirësuar. Kështu që nuk e shoh shumë tek qeveria, zgjidhja do ishte ndryshimi i modelit qeverisës. Qeveria i ka ditë problematikat, është vetë autore e një pjesë të madhe problematikave, nuk i ka dhënë zgjidhje gjatë këtyre viteve të fundit, përkundrazi ka thjesht agravuar ato. Kështu zgjidhja s'do të parë më te qeveria, por te ndryshimi dhe rotacionet politike. Ajo që unë dua të kuptoj në intuitën tuaj politike është ky një si ta them, është një shuplak e administratës Trump kjo për qeverinë Rama, po e bëj pyetjen drejt për drejt. Absolutisht që po. Sidomos gjatë kohëve të fundit, javëve fundit që administrata amerikane ka deklaruar, ka shpallur luftën e saj ndaj krimit organizuar dhe ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës, duke qenë se një nga edhe pikat që rendiste raporti i klimës për të bërë biznes në Shqipëri të Departamentit Shtetit përmendë pikërisht faktet të drogës të madhe që rregullonte, sasisë të madhe për pastrimin e tyre në ekonominë shqiptare, ju asiguroj që është këmbën alarmi për qeverinë, si në aspektin politik, por ashtu në reagimin e faktorit ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare. Ai që duhet të kuptojmë diçka sot është një ekonomi e cila bazohet në mungesë konkurrence, që nuk bazohet në investime të huaja të shëndetshme, që automatikisht përkthehet edhe pak investime të brendshme të shëndetshme, që nuk bazohet në rregullat e konkurrencës lirë dhe ndershme, që nuk bazohet në lirinë për të bërë biznese vërtet se përpara shanset e suksesit i ka pothuajse zero. Po thonë një vend i cili ka këto aspekte, ka këto karakteristika dhe është i zhvilluar. Jo. Janë vende të cilat kthehen dorës dytë dhe dorës tretë, ndërkohë që Shqipëria do të jetë ai vendi i cili jo thjesht aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian për shkak të pozicionit tonë gjeografik, por sepse me vërtet meriton integrimin në Bashkimin Evropian, jo thjesht për lëvizjen e lirë që kemi fituar tashmë që për vitin 2011, por të integrohesh në çdo aspekt të saj, si në aspektin social, në aspektin politik, ekonomik e kështu me radhë. Kështu që janë detyra të forta për të kryer, por që meqenëse nuk i kanë kryer gjatë këtyre viteve, nuk është që kam një besim të madh, me të drejtën, që do kryhen tash. Gjithsesi koha do t'rregojë.
Qartë, edhe një çështje të fundit për ta lidhur me Bashkinë e Tiranës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar ditët e fundit se është e rëndësishme që të huajt të blejnë pronën në Shqipëri. Ka shkaktuar mjaft reagime kjo deklaratë. Ai, si thua, është lidhur me integrimin e mundshëm të Shqipërisë në vitet në vijim në Bashkimin Evropian, pra arritjen edhe të çmimit të pronave, gjithashtu që e ka deklaruar. Tani, duke qenë se qyteti Tiranës veçanërisht ka një problem të madh me ndërtimet, në kuadër të kësaj që zoti Rama ka thënë, po edhe në kuadër të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, a ka opozita në kryeqytet një plan për menaxhimin, rregullimin, përmirësimin apo ndryshimin e gjithë situatës së kryeqytetit, e cila besoj biem dakord që është mjaft problematike? Absolutisht po, opozita e ka planin e vet, e ka projektin e vet. Ai që na duhet për ta vënë në jetë planin, do duhet besimi i qytetarëve. Gjithmonë nëse do kemi zgjedhje të lira ndeshme, jo fars si 2023, zgjedhje lokale apo fars si 11 maj i këtij viti. Në rast do lihen qytetarë të lirë për të zgjedhur dhe do zgjedhin vizionin ton, modelin ton dhe kandidatin ton, të sigurohesh që ne kemi një plan për të përmirësuar gjërat. Jo çdo gjë mund të rregullohet, pasi nuk mund të zhduken kullat e ngritura, nuk mund të zhduket betonizimi, ama të sigurohesh që mund të merren masat për të lehtësuar si trafikun, për të ulur ndotjen e ambientit, për të shtuar hapësirat e gjelbëve, janë në mundësit, për të ndërtuar kopshte çerdhe aty ku mungojnë. Por mbi të gjitha dhe për të luftuar korrupsionin i cili është bërë endemik në strukturat e Bashkisë Tiranës. Shko, do të jemi të qartë. Ky është një mandat pjesor. Është 1 vit e gjysmë mandat. Kushdo që do fitoj ka 1 vit e gjysmë kohë. Deri në zgjedhjet e ardhshme vitit 2027. A nuk mund të flasim për programe dhe projekte të plota 4 vjeçare. Do flasim për mini programe dhe për objektiva afatshkurtër. Në objektivat tona afatshkurtër të sigurohesh do të rimarr kontrollin një herë pikëspari i financave, i menaxhimit punëve në Bashkinë e Tiranës, do të bërë transparencë mbi çfarë ka ndodhur deri tash të abuzime të ndryshme dhe të vihen përpara drejtësisë personat përgjegjës, të stopohen të gjitha praktikat klienteliste dhe korruptive, të stopohen këto dhënat e lejeve pa kriter miqve dhe shokëve, të bëhet pastrimi i Tiranës pasi Tirana sot është zhul, të shtojmë, bëjmë ato çfarë mund bëjmë në vite gjysmë, përmirësime në sistemin e ujësisë kanalizimeve të Tiranës, ku Tirana përsëri sot është ende pa ujë, sidomos gjatë ditëve të fundit kemi parë krizën e furnizimit me ujë në Tiranë. Të lëshirojmë ato hallka të administratës si nivel qendror bashkisë, ashtu dhe institucionet e varësisë, për sa i përket praktikave korruptive, ato 100.000 lekësha, 200.000 lekësha që marrin tatimorët, inspektorët, kontrolluesët e këto meradh, ta çlirojmë dhe t'ia kthejmë qytetarëve, ato para në xhepin e tyre, po njëkohësisht mjafton edhe kohë mjaftueshme edhe për të reduktuar disi edhe taksat e bashkisë dhe tarifat e bashkisë, si e ta bërë mbytëse si për konsumatorin familjar, ashtu edhe për biznesin. Këto gjëra mund t'i bësh në një vit e gjysmë. Nëse flasim pastaj për ta çuar Tiranën, për ta sjellë Tiranën, ta zhvillojmë Tiranën përpara, patjetër që mund duhet edhe më tepër kohë. Por ama masat paraprake le të themi ato të shpejta, jo siguroj që mund të merren dhe është kohë mjaftueshme. Do të sjell vetëm një indikator i cili i përmbledh të tëra. Në raportin e Numbeos, në 37 kryeqytete të Europës perëndimore, qendrore dhe juglindore, që përfshin edhe Ballkanin, Tirana është kryeqyteti 37 e fundit. Pra imagjinoni çfarë gjendje jemi. Edhe Kievi është më mirë se ne, që është në luftë, i bombarduar. Dhe ky është raporti dal para as 2 muaj më parë. Ndërkohë që lufta në Ukrainë ka hyrë vitin e 3 tashmë. Pra dhe Kievi është më mirë se ne. Imagjinoni çfarë situate jemi ne. Dhe raporti Numbeos flet për cilësinë e jetesës që i përfshin gjithë aspektet brenda. Aspektet sociale, ekonomike, infrastrukturore, çdo lloj aspekti të jetesës tonë. Dhe kur bëhet renditja e këtij le të themi indikatori apo raporti, nga 37 kryeqytete, Tirana është 37. Pra imagjinoni se në çfarë qyteti po jetojmë. Po sa i takon ndërtimeve? Ndërtimeve. Gjithë zgjidhen për vit e gjysmë, absolutisht. Që do dalë dikush dhe thotë nga bëj Tirana mrekulli për vit e gjysmë, ju gënjen, ju mashtron. Por ama korrupsionin, klientelizmin, rikthimin në shinat e normalitetit, reduktimin e barrës të madhe buxhetore, që marrin sot 12.400 punonjës administratës, ndërkohë që gjysma atyre rrin kot dhe bëjnë thjesht politik, ndërkohë që nuk duhet të shërbejnë Tiranës, por vetëm Tiranës nuk i shërbejnë. Pra marrin sa masa e paraprake që e fusin normalitet funksionimin e Bashkisë Tiranës dhe rikthimi
të shërbimet bazike të qytetarëve të sigurojë që mund të kryhet darën kohortivi dhe gjysmë. Po sa i takon ndërtimeve? Kjo duhet të jetë normaliteti dhe njëkohësisht të japim fundi shpenzimeve të kota. Por një pyetje kam unë. Në rast se marrim rastin hipotetik, fitoi zonja Manastiriu. Do vazhdoj si Velia të paguajë inceneratorin Tiranës? Bëjnë të pyetje kur ta keni në studio. Po i zonë, fitove, supozojmë se fitove. A do paguash inceneratorin? Po sa kushton ky incenerator? 13 milionë euro në vit. 1.1 milion euro çdo muaj. Me 1.1 milion euro ti ndërtoni shkollcat në periferi të Tiranës. Ndërton kopshte çerdhe mes Tiranës po duash, me 1.1 milion euro çdo muaj. Çdo muaj vidhet nga shkolla, nga kopshte, nga çerdhe, prej babzisë inceneratorit. Ora nuk ekziston kjo gjë. Paguhet diçka që nuk ekziston. Pastrimi do kryhet, po pastrimi ka faturën e vet, 20 milionë euro, po thjesht 21 milionë euro. Përveç kësaj është dhe 13 të tjera që paguajnë, shkon 34 në total fatura e pastrimit Tiranës. Është 13 milionë euro shi incenerimit, që nuk ekziston më zotëri. Nuk ekziston, është landfill, është depozitim. A do ta paguajë kjo zonja po të zgjidhej në krye Tiranës? Ta filloj me këtë, fushatën elektorale. A do të deklarojë ato kontratat që nuk janë deklaruar deri më sot që mbahen të fsheta, që janë firmosur nga paraardhësi vet? Ta filloj fushatën me këtë. Po apo jo, ta di qytetarët. A do urin një taksë rritur gjatë këtyre viteve? Sepse po të shikoni buxhetin e bashkisë, janë 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar, çdo thot. 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar. Që janë para që janë marrë qytetarëve, janë futur në akën e bashkisë me taksë tarifa, por nuk janë shpenzuar, nuk janë thyer shërbime. Qëse ke pafsinë, ke pas pafsinë për vite të kthesh shërbime, kthejmë lekët qytetarëve ti marrin xhepin e tyre ti shpenzojnë vet. Se leku në xhepin e qytetarëve dhe biznesit është 100 herë më mirë se leku në xhepin e qeverisë. A do i shpalli këto, a do na bëj transparencë mbi ato praktika që bënte PSD-ja, që i kollaboronte të tërë aparat për shefin e vet 100%. A do bëj transparencë me disa marrëveshje të lidhura, të cilat ende deri më sot nuk i ka bërë për transparente për të njohura për publikun. Don se kemi bërë shkresa zyrtare të firmosura edhe nga unë vet. Për marrë informacion kur s'ka i marrë. Ne ta fillojmë me këto, gjëra bazike, diskutojmë për Tiranë, ta lejmë politikën e përgjithshme. Nuk do të bëjë këto fushat debati politikës së përgjithshme. Po ndërtimi debat do përvi problematikat që ka ky qytet. Çfarë do bëjmë për fshatin? Do premtoj siç bëri Velia që do subvencionojmë fshatin dhe kur nuk e subvencionojnë 3 mandate. Sa ishte vite fushata do subvencionojmë fshatin. A ka në përgjithësi zonja e cila sot është komanduar të jetë kandidate e Partisë Socialiste për faktin që ka qenë 6 vjet, 7 vjet ministër shëndetësie. Dhe kur nuk vuri macat në Tiranë të matjes ndotjes ambientit, ndërkohë që fëmijët tanë sot thithin jarë 18 herë më ndodhur se normat e lejuara të BSH-s. A ka përgjithësi zonja që do garojë në kryet për drejtimin e Tiranës për faktin që ishte 4 vjet ministër arsimi? Dhe Astiri, sot zona Astiri dhe gjithë zonat e 72.000 banor ende nuk kanë një shkollë. Apo Kota e Liçenit ende nuk kanë një shkollë. Apo zona e Priftit ende nuk kanë një shkollë. Kota e Priftit ende nuk kanë shkollë. A ndjen përgjegjësi politike? Pse këta që kanë qenë për 12 vitesh në drejtim të punëve dhe kanë sjell problematika nga më të nuk kanë menaxhuar dot më, me dashje pa dashje s'do të faraon. Le të justifikojnë vet. Unë shoh rezultatin. Kur ja kemi dhënë fatin dorën, fatet tona në dorë për 12 vite dhe nuk na kanë zgjidhur sa problematika bazike, përkundrazi është progresuar situata, pse do të japë përgjegjësi tjetër shtesë menaxhimit të Tiranës? Kjo do të jetë debati për Tiranën. Prandaj i friksohen debatit. Qartë. Debati do të bëhet që ditën e parë, doli kandidati zyrtar dhe opozitës, po. Që të nesër fillon debati. Debat publik, qytetar. Të dalin përballë njëri tjetrit, siç bëhet në Kosovë. S'po flas siç bën në Suedi, në Amerikë apo në Gjermani. Po me standardet e Kosovës. Të dalin përballë njëri tjetrit me emrin e tyre, me figurën e tyre, me rryben e tyre, me integritetin e tyre, që dhe gjykojnë qytetarët. Jo ti bëj thirrje patronazhistëve turun në juve dash. Ç'është patronazhimi? Ndjekës. Të ndjekin nga mbrapa çfarë bën ti. Ku han, ku pi, me kë flen, ku punon, ç'a punon, kë njeh, kë sjef të mëra. Ka praktika antiligjore. Qartë. Praktika antiligjore, ka praktika normale, nuk ka praktika njerëzore. Ndjeksa, çdo thot ndjekës. Ndjekse me zor do presim të hedhin fushat ndjekësit. Jo më jo. Nuk ka nevojë të hedhësh fushat ndjekësit, hedh fushat kandidatin. Nxjerr fushat kandidatin, mos trëmë kandidatin, dalin fushat përballë njëri tjetrit. A duan ta marrin drejtimin e Tiranës, po. Ky qytet, ky kryeqytet sidomos, i këtij vendi që meriton që falë që aspiron,
për të integruar në Bashkimin Evropian, duhet ta meritojë. Dhe nga fillon merita, fillon që nga respektivi drejtave bazike demokratike, që dhe i qytetari thjesht informohet për kandidatët, për vizionin që kanë të zbati debat, dhe të bëjmë debatin për Tiranën pas 25 vitesh, për problematikat që ka në qytet, mbi të mira dhe të këqijat, punët e mira që janë bërë dhe punët e këqija që janë kryer. Mbi abuzimet e mëdha që janë kryer, ku janë zhdukur paradje, të bëhet transparenca. Nëse duan, opozita do jetë e gatshme për të gjë. Nëse s'duan pa thjesht, pastaj është thjesht frikë ndaj debatit, e cila pastaj uroj që të përkthehet në ndëshkim politik me votë qytetare. Por përsëris duke patur gjithmonë zgjedhje. Se nëse pastaj fillojnë instrumentat antiligjor, presionet e këto me radhë, me patronazhista që ndjek sa e kështu, këto pastaj s'janë në zgjedhje, të thjesht farsë elektorale, të cilat nuk i bëjnë mirë vendit, nuk i bëjnë mirë Shqipërisë, nuk i bëjnë mirë as zhvillimit dhe as hapjes vendeve të punës, apo zhvillimit ekonomik të familjes dhe të biznesit. Ne do vazhdojmë pastaj të kemi një vend i cili braktiset gjithnjë më shumë nga qytetarët, sidomos nga rinia, që vend sot që ne jemi një vend që terrorizojmë rini, është një vend sot që lulëzon thjesht pensionistë. Dhe pastaj i bëjmë thirrje dhe të huajve, i themi hajde ju bleni shtëpia në Shqipëri. Se nuk i blenë më dot shqiptarët shtëpia me dot çmime që kanë shkruar. Se Tirana është kryer një lavatriçe të madhe pastrimi parash, dhe nuk e themi ne, e thon raporti së ndërkombëtare. Ta thotë edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Parat pastrohen në ndërtim. Po kush mund ta blej sot një çmim 2.000 euro, 3.000 euro metri katror në Tiranë? Kush e blen? Me këto paga që janë sot. Një çifti burrë e grua që punojnë me pagë mesatare, që ato dy në punë, i duhet 70 vite për blerë një apartament dy dhomë gushin 80 metra. Qartë. Ai 30 vjeç jeton, po të ketë mesatarisht sot, 79 vjeç është mosha mesatare e thesës. Ku jemi ta marrë kredin që 9 vjeç, 10 vjeç? E të jemi pa edhe kush do i blej? Nuk i blen dot shqiptarët, nuk i blen dot më Tirana të apartamente, dhe i bën thirrje të huajve, hajde bleni jo. Po më të huaj mund të vinë, nuk e qeverisë nuk është bërë për të menaxhuar punën e të huajve. Kjo qeverisë është ngritësh në punë, është ndetyrë për të menaxhuar punën e shqiptarëve, për ta bërë testën tonë më të mirë. Jo që të vi Skandinavi, le të vi, nga do që të vi, vi nga duan, të pushojnë edhe të jetojnë në Shqipëri dhe pensionistët e botës. Po nuk është kjo qeverisë, qeverisja zgjidhë hallet tona. Qartë. Jo se zgjidhin hallet e holandezëve të gjermanëve. Ato e zgjidhin vetë hallet e tyre, kanë qeverit e tyre. Për ta përmbyllur. Jo, do bëjnë një gjë për ne shqiptarët, do bëjnë një gjë për qytetarët e vet, për pensionistët, për rinin, për forcën e punës, për biznesin, për sipërmarrjen, sepse këmbanat e alarmit bin nga gjitha anët. Afto të lexosh raportin e institucioneve ndërkombëtare dhe diskursi opozitar ka qenë bazuar në këto institucione, se nuk kemi shpik neve këto informacione. I ka thënë të tjerët që janë institucione ndërkombëtare dhe ne i kemi artikuluar duke bërë thirrje qeverisë, po deri më sot reagime nuk është që kemi pasur me të drejtën. Pra para se të mendojmë se si do vinë polakët në Shqipëri, hungarezët, ata që po blejnë apartamente. Polak, hungarez, norvegjezë, kështu me radhë. Po mendoj se do blej çifti i shqiptar. Se për këta të votojnë ty, këta e ndaj tyre e përgjegjës. Pastaj më fillon mendo për nordikët, mendo për gjermanët, mendo për tjerët, kanë qeverit e tyre ata. I zgjidhin vetë problematikat e tyre. Ne mendojmë për shqiptarët, kjo është detyra jonë. Kjo është detyra politike, sidomos e politikës që është në drejtim të punëve. Qartë. Mirë, zoti Teliti, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam bashkë dhe për gjithë opinionet që dhe këtu në studi. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe uroj të rikthehem përsëri në studion tuaj komunikim. Faleminderit, me kënaqësi. Mirë, ishim me zotin Dorian Teliti nga antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës, nga opozita. Folëm për aktualitetin politik lidhur edhe me atë se çfarë po ndodh në Bashkinë e Tiranës këto ditë. Do të shkëputemi për pak, rikthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë për të folur për aktualitetin politik ndërkombëtar me ngjarjet më të rëndësishme në skenën botërore, ato që po ndodhin ditët e fundit dhe çfarë pritet ndodh në vijim. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar këtu në studio bashkë me mua zotin Arjan Starova, ish zëvendës ministër, pastaj ministër i punëve i mbrojtjes. I jashtëm, më pas zëvendës ministri i mbrojtjes. Një karrierë mjaft e pasur në diplomaci dhe në mbrojtje. Zoti Starova, shumë kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit. Po nisim me atë se çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Donald Trump do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kemi qenë në kuadër të asamblesë 80 të Kombeve të Bashkuara të zhvilluar gjatë muajit shtator. Donald Trump ka paralajmëruar diçka të madhe, ndërkohë që ne dimë që ka një plan 21 pikësh sa i takon Gazës, po themi. Jemi përballë fundit luftës, marrëveshjes së përfundimit të luftës së zgjidhjes.
Tani, çështja e negociatave për pushim lufte dhe ku ngërthejnë interesa që përplasen fort, kanë quajtur luftë, po 2 vjet e ca, pothuajse. Atje sigurisht nuk janë aq lehta dhe ndryshojnë, po duket gjasa që janë paktën janë shprehur nga presidenti Trump edhe nga Netanyahu që kryeministri që duket sikur do të kemi një marrëveshje. Nuk është e lehtë, deri në momentet e fundit kur marrëveshja të bëhet, ekziston gjithmonë 1% apo një pikë çuditëse që gjërat dhe mund të prishen. Deri tani të paktën kështu kanë shkuar. Po, prandaj them, pikërisht. Kemi pasur shumë alternativa për armë. Le të shpresojmë se nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë. Ma merr mendja që Hamasi është goditur fort, edhe këtë nuk e thot thjesht Ariani, që them unë këtu, por e thon dhe figura që kanë dhe dhëna të tjera nga shërbimi inteligjente. I fundit ka qenë kancelari gjerman Merz që tha që Hamasi është pothuajse i shkatruar. Natyrisht ato kanë një secilin e vet, marrin pengjet për një imponu disa kushte, po mendoj që jam pranë fundit të konfliktit, të një marrëveshje. Unë jam i sigurt, nëse do bëja për një koment për atë që do të vijë mas marrëveshjes, që të gjithë dyshimet dhe akuzat për genocid ndaj Izraelit do të davariten shpejt, sepse plani për ndërtimin do të jetë një plan i cili natyrisht merr parasysh me shumë seriozitet kërkesat e palestinezëve. Dhe për të thënë këtë gjë, duhet shtoj dhe diçka tjetër, ata që akuzojnë për genocid, besoj e din apo për arsye të caktuara pse e bëjnë që Izraeli nuk ka pas synim të vrasë njerëzit. Izraeli ka pas synim gjithmonë të shërënjos grupin Hamas që është terrorist. Por lufta ka gjithmonë edhe efekte anësore, si çdo luftë, gjithmonë, po ai nuk ka synuar fëmijët dhe gratë dhe plejt apo familjet, po themi njerëzit civil. Nëse të kthehemi tek pyetja kryesore, pra shpresoj, por përsëri nuk dihet sepse interesat janë shumë të kundërta. Pak na duket i gatishmëri nga ana e Izraelit, po themi. Izraeli ka gatishmëri ka dhe Hamasi, sepse Hamasi s'mund të luftojë më si më parë, i ka rënë fuqia, por ata nuk lëshojnë, ata kanë thënë diçka Izraeli që duan ta çrënjosin terrorizmin, përfundimisht. Hezbollahu e kanë goditur fort, pothuajse është i marrë fund, nuk e di deri në çfarë, sepse nuk jam njëri që kam të dhëna për shërbimet e fshehta inteligjente, po janë goditur fort. Dhe besoj që edhe Hamasi, këtë synim ka Hamasi, ai nuk hejdor Izraeli nga kjo gjë, sepse në fakt çdo përpjekje terroriste është keq jo vetëm për Izraelin, për çështjen palestineze në tërësi, po kudo që shfaqet terrorizmi është gjithmonë me pasoja, sepse është një mënyrë lufte që është sjell vetëm viktima, është dëshpëruar, nuk ka synime të qarta. Megjithatë, le ta mbyllim duke thënë që shpresojmë që do të merret vesh shpejt. Çështja është që edhe nëse po them se arrihet një garanci, një marrëveshje për armë pushimin edhe ndalimin e luftës, se do të plotësohen edhe kushtet e palëve ku përfshihet çrëndosja. Fundi u ka thënë Trumpi, u ka thënë edhe Netanyahu, lirim pa kushte të gjitha. Se lirohen pengjet, se Hamasi, si thua, pranon që të largohet nga kontrolli i territorit Gazës. A mendon se ka një garanci sigurie për bashkëjetesën e paqe të dy entiteteve, po them në të ardhmen? Pra, se ikën Hamasi, ikën fare, nuk ekziston. Po. Nuk e di ku të shkojë, se s'ka ku tik, po. Po them, do dorëzohen autoriteteve, do të ndëshkohen etj. Ndoshta nuk ndëshkohen, po heqin dorë nga përpjekjet terroriste. Ky do të ishte një hap i madh, po nuk e di. Në krye të 10 viteve, po themi, pasi kanë ndodhur gjitha këto. Kemi ne garanci sigurie që nuk do të përsëritet prapë situata të tillë, sepse marrim parasysh që tashmë ka shumë viktima. Marrëveshje dhe Hamasi heq dorë nga përpjekjet dhe metodat terroriste, sigurisht që ka garanci. Kjo është garancia. Ata s'do bëjnë mas, ata s'do godasin. Çfarë do godasin? Nëse ai tjetri thotë që unë nuk do të jem në kërcënim, s'do të bëj as goditje, kjo është automatikisht sjell garanci. Nuk ka arsye më Izraelit veprojë kundër tyre. Përkundër do merren me menaxhimin, me kujdesin, sepse mund të ketë forca të treta. Ti e ke gjithmonë kur ka konflikte ku merret vetë çfarë bëhet, vetëm për të prish klimën. Domethënë flasëm parim, jo se di ndonjë gjë, por gjithmonë kështu ndodh. Por nëse Hamasi deklaron që nuk merr më, e kanë përfunduar këtë gjë,
do të hymë në periudhën paqësore, të menaxhimit, se unë supozoj që Gazën palestinezë do të drejtojnë. Ndoshta për një periudhë Izraeli do të marrë forcat ushtarake për garanci, për siguri mos ndodhi gjë. Por ata do e menaxhojnë, pa diskutim. Qartë, ka një 2.2 milion palestinezë. Patjetër. Ka një, domethënë, ndoshta mendoni që gjithçka mënyra se si do të shkojnë gjërat në vijim, bashkëtesa paqësore ose jo, përsëritja ose jo e situatës do të varet nga një autoritet që do ta administrojë apo do ta qeverisë Gazën, për shembull. Përflitet kohët e fundit mund të ishte garanci dhe amerikanit. Përflitet kohët e fundit një grup ndërkombëtar që mund të krijohet një Tony Blair përflitet në disa qarqe. Ka mbështetje në çështje njeriu, është çështje strukture, më shumë mund të jetë Tony Blair, mund të jetë për të krijuar një autoritet tranzitor në Gaza. Edhe këtë edhe përkohshme, në fund do të jenë palestinezë ato, siç kuptoj dhe siç kam lexuar edhe midis rreshtave nga ato që deklarohen, edhe nga amerikanët dhe nga E mendon një autoritet tranzitor? Me një fjalë, Egon, Izraeli nuk po e pushton Gazën. Netanyahu shpreh qartë, unë po e çliroj nga Hamasi, ose më mirë nga Hamasi terrorist. Se mund të ketë element në Hamasi ndoshta s'kan lidhje direkte me pra po e çliroj. Pra ideja është që nuk do të menaxhojnë këtë territor apo këtë popullsi me kështu. Dhe mendoj që po shikosh krahun tjetër, bregun perëndimor. Historia bregut perëndimor me përjashtim të përplasjen që kanë për çështjet e ngulime apo ndërtime izraelite të banorëve aty është pak shumë një histori që tregon se dy komunitetet kanë bashkëtuar në paqe me njëri tjetrin. Madje unë di që ka shumë izraelit, kur them shumë me 10.000 ndoshta edhe më shumë, thonë që 1 milion e ca, por nuk jam i sigurt për këtë, por shumë. Ata që shkojnë punojnë në Izrael dhe kthehen darkë apo masditën në shtëpi. Palestinez. Pra 4 ditë të tillë që mund të bashkëtohet me Izrael. Megjithatë qeveria... Po të kthehemi historisë vjetër fare, para diasporës së hebrejve, ato kanë bashkëtuar aty sigurisht, bile kanë dhe lidhje. Njëri popull thot salam, tjetri thot shalom. Qartë. Kotë të e thash sa po aty do bashkëtosh. Megjithatë, kohët e fundit është vënë re një përpjekje për shtimin e kolonive, po themi, dhe me këtë ministrin Bezalel Smotrich. Kjo është diskutueshëm, nuk më flas me siguri këtë gjë, sepse ndoshta, po palestinët kanë të drejtë, edhe izraelit kanë drejtë sepse thonë janë tokat tona e tjera, po edhe ata kanë drejtë sepse u ngushton hapësirën palestineze. Po kjo mund zgjidhet. Kjo nuk ka pse zgjidhet me luftë. Edhe Gaza, bregu perëndimor nuk e ka zgjedhur. Ka përplasje, ka protesta, por nuk ka shkuar puna deri në luftë. Kjo është gjendje shumë e ndërlikuar, një konflikt kaq dekada i gjatë, po le të shpresojmë që kjo marrëveshje të japi fund. Kësaj gjë nuk çam mund thosh më tepër. Qartë. Mirë, duhet të kaloj pak tash shkurtimisht tek Rusia dhe tek Ukraina. Zelenski ka kërkuar së pari si e lexon kthimin e Trump. Këtë kthimin e madh, po themi, paktën percepcion publik. Sepse ai shpreh nga Rusia tek Ukraina tashmë ka bërë deklarata shumë të forta, ka thënë mund t'i rrezoni avionët rus në këto vende të NATO. Shumë fort. Duhet të bërë shumë më përpara. I ka thënë Ukrainës që duhet, pra mund të çlirosh gjithë territorin, mund të rimarrësh gjithë territorit. Duke siguri ke mundësi. Po. Si analizon të them këtë? Analiza është shumë e thjeshtë. Ai fillimisht, për cilën edhe kritikoj, unë se kritikoj, fillimisht hyri me besimin që meqense unë kam një marrëdhënie që nga presidenca e parë me Putinin, me presidentin rus, le të mos paragjikojmë, le të hyjmë me idenë që ta zgjidhen sa më shpejt, mos vriten më njëherë se është luftë e çmendur etj, as rusë mos vriten as ukrainës, ta mbyllim këtë gjë. Bëri dhe takimin, gjithmonë pa paragjykime. Tani, nga takimi, Putini ka treguar qartë. Haptasjo, se me fjala do i mbulojnë që të po me qëndrime praktik ka treguar që ai nuk do ta përfundojë atë luftë. Do të mbajë ato territore. Zelenski ka bërë qartë që ai është gati për çdo kompromis të mbështetur nga politika apo nga parlamenti i vet, por duhet ka përzejnë problemet kushtetuese se ai është president. Edhe ju t'jeni dhe unë t'jemi
Nuk mund të shiten territoret aq kollaj. Natyrisht vjen një moment kur lufta të detyron të ndryshosh dhe kufit. Mundet ta bësh këtë gjë, se thu më mirë ndryshojmë kufit se të vazhdojnë të vriten njerëz e çkatrojnë. Kur ka një vullnet përbashkët për një marrëveshje. Kur ka, u duk, vullneti mungoi nga Rusia. Ky e tregoi, ka vullnet, po kanë filluar dhe këto provokimet në shtetet e tjera. Kanë vetëm çështje kushtetuese, tha, po më parim po. Bijem dakord. E lat nuk kuptohet. Ndërkohë Rusia nuk ashtu, prandaj Trumpi vazhdimisht shikon atë si një shkelje të mirëkuptimit, i cili u çfaq në ato që u pan dhe ato që s'u pan alas. Dhe atëherë edhe Trumpi ka ndryshuar qëndrim. Jam zhgënjur, ka thënë fillimisht, nga ai. Pastaj ka thënë që sepse kjo do të shikonin ditët që do vinë qëndrimet tona. Nuk është shkelje mirëkuptimit karshi Ukrainës vetëm. Tashmë ka hyrë dhe Amerika ndoj, shkelje mirëkuptimit ndaj Amerikës si Amerikën po them, se ju referova Alaskës. Atëherë ai ka filluar të përshkallëzoj, ka thënë hapësira ajrore e vendet NATO-s, nëse cënohet duhet goditen dron, avion, çfarë do të jenë. Ndërkohë, po të shikoni me kujdes, dje apo pardje Lavrov ka thënë që Rusia nuk synon të bëj luftë me NATO dhe me BE-n. Se dikur thoshte do godasim këtë, bila i Medvedevi. Ai hiqet si më i rëndësishëm, se Putini nuk e di çka ka dhe lloj zelli të shtuar, po me siguri ka nga vetja vet, do godasim Londrën, këtë i bëjmë për kaq, ato janë gjitha blofe, gjitha tullumbace të kota, pa ai ka thënë që nuk kemi ndërmend të godasim ato. Me fjalë, deklarata ju që do godasim, mos ketë, nuk ka bazë, ne s'kemi synim të bëjmë këtë gjë. Tu shtrohet problemi kush i çon ato dronë në Poloni, në Lituani, në Rumani. Kush çon nga vin? Akoma ma merr mendja e di në origjinën, po ndoshta prap për arsye të mos prishjes së një klime të bisedimeve diplomatike nuk po i thonë, me siguri nga Rusia janë. Unë e them këtë pa e ditur, po e marr me mend s'ka kushtit çoj tjetër dronë. Sepse janë disa vende, nuk është puna se shkelën në hapësinë ajrore diku dhe mund të quhet dhe rastit. Po ato janë para shumë sisteme, edhe mbi Balltik. Çfarë është shmatje mbi Balltik? Po teston Rusia. Me siguri rus. Do të thënë deri pse po e bën? Po mat pulsin derisa mund të shkojnë këta, do të thënë deri. Po për treguar që ende është e fortë. Ajo në fakt që është e rënuar ekonomikisht, pavarësisht se nuk i ka situatën fare mirë. Unë edhe po t'i referohem disa veprime ushtarake, po të kesh parasysh hartën, diku në Ukrainën qendrore, mbi Luhansk, Kramatorsk. Atje janë rrethu 10.000 forca ruse. Ai ka kaq kohë, ka çu 100.000 ushtarë atje shtesë për ta marrë, se duhet pik kyç ajo për të kaluar drejt Harkivit. Nuk e ka arritur ta marrë, dhe ka mundësi që këta 10.000 tani do dorëzohen që janë të rrethuar atje nga Ukraina, se këto se ku diun do vriten. Fatkeqësi e madhe është, po ai po dështon, ai ka dështuar që në fillim. Edhe i zvarrit lutën për treguar që jam i fortë e tjerë të imponojnë. Edhe në këto kushte, duke qenë se u rikonfirmua mbështetja me armatim e Ukrainës, jo vetëm nga Europa, jo vetëm nga NATO, po edhe nga Shtetet e Bashkuara, madje edhe me ndoshta një për kërkesën për raketa Tomahawk. Në fakt po. Godasin thellë. Zelenski ka kërkuar raketa Tomahawk. Atëherë, mas kësaj, është e mundur që të rimerren tërësisht territoret. Është shumë e vështirë, sipas meje. Por edhe nëse bëhen përpjekje për të rimarrë territoret, mund të arrihet në një pikë tjetër të luftës që territoret mos jenë këto, po të jenë shumë më pak se sa këto. Edhe atëherë tulen palët pranë bisedime. Edhe ma mërmundja s'ka rrugë tjetër, Rusi mund të bëjë si i fort, mund të hiqet si ashtu si ka armë bërthamore, po ka armë bërthamore nuk mund shkoj dot, është e pamundur, sepse është bumerang, kuptohet, si për veten e vetë dhe për botën. Kështu do shkohet në tryezë bisedime me disa kredite më shumë për Zelenski dhe me dëme më pak. Po të shohim, prapë, zhvillimet atje janë. Ne flasim që këtej, duke lexuar, duke marrë informacion sa të mundë, por praktikisht gjithmonë informacioni jonë nuk është tërësisht i plot. Mirë, duhet t'i them një çështje tjetër tani, pak e diskutuar por shumë e rëndësishme, Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka rikthyer sanksionet për Iranin. Ndërsa Marco Rubio, sekretari i Shtetit, ka deklaruar se diplomacia është ende në tavolinë. Teherani sigurisht i cilëson këto si presion politik. Është fillimi i një përplasje të re kjo në lindjen e mesme pas po themi armë pushimit luftës 12 ditore. Nuk besoj që ka vënd për përplasje të re.
Irani ka mbështymin që bën lojë diplomatike aty, duke këmbgulur që të vazhdoj programin sipas tij paqësor, bërthamor, ai do të tregoj botës, bën propagandë. Edhe lindjes mesme që shiko, goditja që më është bërë mua është e kot, se unë gjithmonë këtë synim. Unë po vazhdoj domethënë. Jo, po unë gjithmonë këtë synim kam pas, e kam pas paqësor. Pra insiston, pa e kupton që këtë s'mund ta bëj. Por komuniteti ndërkombëtar, sigurisht, dhe OKB-ja në këtë rast, po edhe amerikanët janë të vendosur. Ai Trumpi ka thënë dikur, nuk e di, ka 2-3 javë, ne godasim prapë. Po tjetë puna, po atje janë shkatruar gjërat. Le të thonë që s'është godit pak. Atje është marrë ndoshta vetëm ai uji i rënd si quhet. Aty, por me atë s'mund të bësh asgjë, po s'patet mjetet të tjera. Po unë mendoj që është lojë diplomatike për treguar që shiko, derisa ne vazhdojmë ta kërkojmë të program për edhe më parë, ka qenë civil. Pra është vimësi, jemi në vimësi të qëndrimeve tona. Nuk është kaq e thjeshtë ajo, sepse bota perëndimore apo shtetet NATO e tjera, Amerika, e kuptojnë që ai program bërthamor i kombinuar me mbështetjen financiare dhe tjera që bënte terrorizm në Yemen, Hezbollahut dhe Hamasit, sigurisht që prodhon diçka tjetër, synimin për armët, për krimin e armëve bërthamore, nuk mund thuhet që është civile. Dhe kjo që po themi ne diskutojmë mbas atyre që lexojmë, që shikojmë informacione, por ka dhe shërbime inteligjente, ka informacione të tjera që të vërtetojnë që ai ka pas madje pranoj godit se ishte shumë pranë krimit të armës bërthamore. Pasurimi i uraniumit kishte arritur. Kështu që sanksionet janë për treguar që ne nuk lejojmë asnjë lloj rikthimi të atij programi, ju mund bëni sikur e keni përpaq, por ne s'besojmë dhe asnjë lloj lëvizje nuk do të bëhet. Qëndrimi i fortë, por nuk shikoj që Irani të ketë fuqi. Është i rrezikuar Izraeli nga Irani në këto momente që jo, për mua fare. Pra është mbyllur ai kapitull, po themi. Për mua po. Gjithçka mund ndodhi, unë nuk e di. Unë mendoj që jo. Nuk ka më fuqi të Iranit bëj këtë gjë. Them, fuqi ka, por natyrisht nuk besoj që të bëj një aventurë të tillë, se është e kotë. Ndërkohë që nuk ngrihet fare problemi, po themi i ndrimit të regjimit. Paktën ky është problem tjetër. Qofse hapim këtë kapitull, për mua regjimi që është tani ajatollave, po themi, regjimi fetar, domethënë një autoritarizëm fetar i dalluar e tjere, unë mendoj që është në ditë vështira. Ka një opozit organizuar me qendrën Paris, të udhëhequr nga Miriam Rajavi atje. Ka shumë kundërshti brenda vendit për shumë probleme. Problemet janë uji, energjia e tjera, por ka probleme të tjera. Kishte një krizë uji në fakt. Ka probleme shumë të mëdha gjatë verës. Edhe këto mund shërbejnë si katalizator për protesta, por natyrisht ka dhe shumë vërejtje të tjera për policinë morale, për sigurisht frenimin, kufizimin e lirisë e tjera, por ka dhe grupe, me sa di unë, grupe të organizuar ilegale, të cilët presin një moment caktuar, nuk e di. Se si ato e kanë ashpërsuar, ajo garda kuqe tani kontrollon gjithçka, pavarësisht se ka pushtet civil, po është ajo, domethënë ka dorën gjithandej. Edhe presidenti që i sapo zgjedhë sa u bën në vitet sa, ndoi si moderuar e tjerë, nuk ka çfarë të bëj fare, është i rrethuar nga ata titullarët e gardës dhe pothuajse s'mund të lëvizë asgjë ndryshe. Por ndërkohë kjo nuk e bën regjimin më të fortë, se sa herë që ashpërsohen masat për të mbrojtur një regjim i cili s'ka baza, më ka shumë probleme. Në një vend gjithmonë është çështje kohe që do ndryshojë. Diçka aty do ndryshojë. Se si do ndryshojë nuk mund ta themi, por opozita iraniane, demokrati që kërkon kushtetut të re, heqjen e fesë, Republikë Demokratike të Iranit, ka mbështetje të jashtëzakonshme nga parlamentet, nga parlamentarët e Europës dhe të Amerikës. Vazhdimisht. Qartë. Të shohim se si do shfalosen gjërat. Situata është më optimiste se para luftës 12 ditore, siç u quhet lufta, sepse morën goditje të mëdha këta si regjim, edhe si po themi si çfaqje propagandistike apo jo, po edhe realisht nga pikpamja ushtarake. Qartë.
Dua të flasim pak tani dy çështje të shkurtra në lidhje me Kosovën, sepse duket sikur situata i paraqitet problematike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është problematike. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar vetëm dje se në vijim të qëndrimeve të veta, po themi, pas ndërprerjes së dialogut strategjik me Washingtonin, se nuk do të sakrifikoj sundimin e ligjit në veri dhe se tërheqja e Serbisë nga Rusia nuk është puna e tij. Duket deklarate fort për Karçillëk, thuhet në zhargon popullor. Është deklarate fort, por nuk them që e bën për Karçillëk. Domethënë ku shkon kjo? I vlerëson shumë këto qëndrimet amerikane etj. Në mbështetje në mbrojtje, në armatime. Ai vazhdon me idenë që veprimet që kanë bërë në veri i quaj veprimet drejtën përputhje me kushtetutën time etj. Dhe natyrisht amerikanët dëgjojnë. Unë nuk besoj se amerikanët nisën vetëm nga ideja që ky po na kundërshton. Puna është ku mbështetesh. Ai mbështetet në kushtetutë. Në farë mënyrë Albini ka drejt. Por sa e drejtë është kjo, në fakt është drejtë tjetra, që pavarësisht se i dim cili është parimi etj, por shpeshherë për të arritur një qëllim të caktuar dhe për ta mbrojtur parimin, bën dhe lëshime kohore apo uljen tavolinë për disa gjëra që tërheqje taktike, po themi. Po pra, gjëra të tilla, kështu që në këtë pikpamje Albini duhet bëjë diçka. Dhe nuk duhet të jetë kaq refraktar, thot shkurt që ato që kanë bërë veri janë kaq. Po mirë, dakord, po jemi gati të ulemi si tjerë, të bëjmë. Po jemi në kushtet kur po fillon dialogu si caku themelore, po fillon dialogu me Serbinë, pra dialogu. Mirë, pra, ndërkohë që është ndërprerë dialogu strategjik me amerikanët, që s'është normal. Jo, po them që ndërkohë që është ndërprerë me Kosovën, dialogu strategjik i amerikanëve ka nisur me Serbinë, është takuar Marko Rubio me Marko Gjurić, Marko Rubio me presidentin Vučić, pra duket sikur paralelisht me largimin nga Kosova ka një afrim me Serbinë. Nuk mund quhet afrim me Serbinë. Tani dy palët që duhet zgjidhin problemin janë rusët dhe këto serbët dhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës. Dhe natyrisht amerikanët si ndërmjetës, si aktorë me shumë influencë të madhe, sigurisht do bisedojnë me palët. Dhe ndërkohë do bisedojnë me serbët. Ndoshta me serbët do bisedojnë edhe për pikpamjet që tashmë i ka shprehur Albini në mënyrë të fortë. Unë do ta quaj këshillik, po edhe ashtu këshillik mund ta quaj, sepse nuk mund mendojnë që të bëjë Albin Kurti këshillik amerikanëve, po mund të thosh qëndrimi i fortë, qëndrimi i përputhje me kushtetutën. Dhe sigurisht që flasin edhe për këtë dhe nuk mund të themi që po afrohen me ata po ndo, por situata është e tillë, unë shpresoj të kapërcehet. Mendoj që për këtë situatë ndoshta edhe takimet që ka pas Vjosa Osmani atje, presidenti. Mund të kenë lehtësuar. Sigurisht. Ajo nuk do të sigurisht do të ketë parasysh të ndihmojë ta zbusit ke klim. Shikojnë çfarë lloj zhvillimesh do të ketë. Por nuk e quaj si diçka që është, po themi, që e ka zhytur Kosovën dhe e ka bërë të parikuperueshme. Vlerja e armatimeve vazhdon. Po, sigurisht. Forcat e KFOR-it? Po, kam vajtë dhe forcat turke, kur dhe më parë dje. Tani, ka dhe, po të fusim në arsyetim dhe disa element tjerë. Në datë 12 tetor kanë zgjedhje lokale. Këto dhe janë shumë interesante. Jo në kuptimin se bëhen zgjedhje lokale, ripërtrirjet pushtetit vendor, por për të parë si është ekuilibri i forcave. Dhe për mua, jam shumë kurioz, ja do të ta them, për mua jam shumë kurioz, si do të dali partia vetëvendosja. Nuk besoj që do të ketë po atë përqindje që ka pas zgjedhje e përgjithshme. Them unë jam gabim, do të jetë më pak, sepse populli shqiptar i Kosovës është shumë i ndjeshëm për marrëdhëniet me amerikanët dhe ndoshta ato me votën e tyre do të tregojnë partisë vetëvendosë se dakord, ke shumë drejt, po duhet mbajtur disa ekuilibër. Duhet ca gjëra, domethënë, nuk bëhen menjëherë, bëhet me pak kohë, bëhet duke respektu dhe aleatin strategjik dhe duke respektu kërkesat e tij. Të shohim, për këtë jam kurios, e thash idenë ndoshta do marrim më pak, sa më pak nuk e di. Po që se situata, mozaiku politik i forcat politike do të ndryshojë shumë, jo në kuptimin që bie vetëm vendosur, por përgjithësi shumë, mund të ketë arsye për zgjedhjet parakohshme. Po këto varen dhe nga raportet, nga dialogu që mendohet rikuperohet, sipas me them me dëshirë, midis Amerikës dhe qeverisë Kurti. Zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve dhe këto marrëdhënie mundet që të çojnë zgjedhjet parakohshme. Qartë.
E fundit, që është vazhdim në fakti kësaj, për cilën po flasim, ndërkohë që kemi të gjithë këtë sken dhe këtë dinamik politike në Kosovë, futet Befas Edi Rama në intervistën e 2 ditëve më parë në një televizion në Kosovë, ku duket se kërkon të luajë në fakt kundër peshën e vendimeve të Kurtit. Ai thot, së pari thot sa i takon gjykatës speciale që nuk ka një konsensus politik mes forcave në Kosovë për një rezolut kundër gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës. Nga ana tjetër thot që Kosova nuk duhet që të ketë vëmendje nga Serbia, por duhet përmbush rrugtimin e saj dhe detyrimet me partnerët, pra edhe nëse Serbia nuk i përmbush ato. Nuk e di si duket kjo ndërhyrja e kryeministrit tonë. Shko, kryeministri mund të bëjë deklarata të bukura që duket sikur përpiqet ndihmojë Kosovën, por në fakt qëndrimi i tij praktik 13 vjeçar tregon vetëm shpërfillje të interesave themelore të Kosovës dhe bëll të referohemi idesë të lakuar shumë prej tij apo të artikuluar Ballkanit të hapur dhe tregon që ai nuk e di pse i bën këto, i bën për treguar po luan rolin e tij rajonal etj, por me Kosovën ka shumë borxhe. Edhe ato borxhe 13 vjeçare nuk mbyllemi deklaratë që shikoni rrugën tuaj dhe për të tregu indirekt dhe amerikanëve ja unë po përpiqem që Kurtin ta fos në rrugë që të sigurisht kjo është, por nuk unë mendoj që kryeministri Ynës, Yni është tani, i mirë i keq s'ka rëndësi, i ka prish marrëdhëniet shumë më keq me amerikanët dhe nuk i takon këtij që është i zhytur. A mendojnë që është vërtet që kështu mendoj, mendoj. Departamenti i Shtetit e keni lexuar raporti i fundit jam bëma të kësaj qeverie, këtij kryeministri, nuk mund të kaloj. Pra ky që ka prishur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duket qartë as fare. Edhe fakti që shkoi atje në OKB këtë radhë, që ai s'le radhë pa bë fotografie me u duk kështu. Propagandë. Pra një person që është marrëdhënie të tilla nuk mundet t'i japi mend edhe me aludime një person tjetër që ka probleme amerikanë, po as pak në këtë shkallë që ka çështje më shumë po themi diplomatike se sa parimore lidhur me pastrimin e parave, trafikimin e lëndëve narkotike, lidhe me grupet kriminale që janë shumë serioze për një shtet. Qofse i shtet merret me këto aktivitete dhe ky kryeminist është amerikan, ka përsërit vazhdimisht që është i përkushtuar për të luftuar terrorizmin, narkoterrorizmin, kudo që vinë dhe për bërje të paqes me forcë për drejtësi e për gjitha. Kështu që ky tani jep këshilla këtij, nuk i quaj hipokrite dhe i quaj diçka që vjen në kontradiktim të hapur me gjithë qëndrimin që ka Kosova. Përsërisit den, ai ka shumë borxhe ndaj Kosovës për bashkëpunimin me Kosovës dhe po të them vetëm një gjë tani, pa u futur tek kjo shumë. Përse ai nuk e angazhon Ministrinë e Jashtme shqiptare, përfshirë dhe veten e për të lobuar për njohjet e Kosovës? Në fakt ne pam një gjë tjetër në OKB. Se bën këtë gjë. Ne pam një gjë tjetër në OKB, ne pam që Ministria jonë e Jashtme së bashku me Presidentin e Republikës u ulën me Richard Grenellin. Po mirë, po pastaj. Për çfarë? Unë ma thuj në fakt se po të ashtu. Jo, mos ndërpres. Në lidhje me situatën patjetër edhe të Kosovës. Po për këtë që diskutuam, për këtë diskutuam. Situata duhet nuk është mirë e tjerë, do të Grenelli është përfaqësues special në çështje. Pra kjo është, domethënë ideja se si të rregullohet marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, e cila ka një dialog ndërprerë tani. Ka dhe fondet ndërprerë nga të ngrira, po themi nga BE-ja, po shikojmë. Për shembull, një gjë që Kurti, kushdo që thotë nuk mund ta kapërcejë, është çështja e asociacionit komuna serbe. Edhe unë po t'isha në vend tit njëjtën gjë të bëja. Ju mund thonë shikoj se mund vi aleati prap strategjik amerikan, do i thosha e ke gabim këtë gjë. Thjesht, aleati duhet thënë, atij që e ke mik duhet thënë gjërat. Nuk ka pse të mbuloj, me i thotë unë po e bëj, shumë mbyllur. Ka gjëra. Do të lëshoj diku tjetër, po për këtë. Kështu që në të mbledhje këto gjëra janë diskutuar, nuk di gjëra konkrete, s'ka dalë në komunikat, siç e di deri tani s'ka dalë. Kanë biseduar, kanë ndarë shqetësimet, kanë ndarë mënyrat se si mund të bëhet, çka ka drejtë, se unë jam i sigurt që nuk e di Spiropali, po jam i sigurt që presidenti i Kosovës sigurisht edhe ka mbështetur Albinin në disa çështje.
nuk ka qenë atje dhe nuk ka folur atje si një person I cili po përpiqet të rregullojë imazhin e Albin Kurtit pa I dhënë drejtë, se ai ka të drejta, sigurisht disa qëndrime I ka të drejta. Qartë. Mirë, zoti Starova, unë të falenderoj shumë për ai në studio dhe për bisedën që bëm bashkë. Kënaqësi. Ishim me zotin Arjan Starova, folëm për aktualitetin politik, ngjarjet më të rëndësishme nga bota dhe zhvillimet mjaft të rëndësishme në Kosovë. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi në pjesën e tretë, pjesën sportive. Mirë, ja ku jemi rikthyer edhe në këtë pjesë të tretë këtu në aktualitet, në këndin hapësirën tonë sportive me të përhershmit Andi Xhihani, avokat, trajner UEFA A, gjithashtu. Si gjithmonë, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke ardhur. Revion Mekshi, trajner I ekipit të femrave të Teutës dhe video analist, përshëndetje, edhe urime për fitoren. Faleminderit. E nisët me këmbën e mbar. Mirë, përpara se të shkojmë tek futbolli femrave, do ta nisim me superioren, me ndeshjet më të forta të kësaj fundjave. Andi, po e nis me ty. Po. Çfarë të tregoi, po themi, fundjava në Abisinet Superiore? Atëherë, surpriza më e bukur e kësaj jave, pa diskutim që është fitoria e skuadrës së Bylisit, të Ballçit, me në krye trajneri Mirel Ljosa. Një fitore bindëse 3-1 kundër një skuadre me emër shumë të madh, siç është skuadra e Partizanit. Po. Por që këtë fillim sezoni, me thënë të drejtën, po çedon goxha. Skuadra fitoria e Ballçit, siç e thash për mendimin tim, është surpriza e javës pozitive. Po kemi pasur edhe surpriza të tjera, jo? Pa diskutim që po, është rikthimi Dinamos në fitoren derbi me Tiranën, një derbi tradicional, një derbi I madh. Tirana Dinamo ka nxjerrë gjithmonë ndeshje të bukura dhe rezultate surprizë. Por kjo ndeshje, pjesa parë me thënë të drejtën ka qenë goxha e vagët, dhe pjesa dytë është rritur ritmi. Dinamo ka shënuar 2 gola duke 2-0 pjesa parë, por pjesa dytë pastaj Tirana është munduar të rikthehet, është munduar të bëjë lojën e vet dhe ka arritur të shënojë 1 gol. Duhet theksuar që edhe terreni ka qenë shumë I rënduar nga rreshtet e shiut dhe kjo ka ndikuar goxha në nivelin e kësaj ndeshje. Përpara se të shkojmë tek Elbasani Teuta, doja të pyes pak revion në lidhje me flamurtarin dhe Gnatian, një ndeshje e fortë ka mbështypje në Vlorë, në një stadium të rikonstruktuar, ëh? Po, e vërtet, një stadium modern do të thoja, që I plotson të gjithë parametrat, ishte një spektakël në vete, plus tifozëria bëri punën e vet dhe ishte një natë goxha e bukur për futbolldashësit, por fatikisht nuk I kënaqi rezultati skuadrën vlonjate dhe tifozërinë, por që ishte me të vërtet një natë edhe shiu bërit vetën si thosh që por ta që stadiumi ishte mbushur plot në stadiumi plot. Fatikisht në djenin time ka qenë hyrje e lirë. Po, hyrje falas. Ka qenë falas si ndeshje parë inauguruese. Por besoj sepse Vlora ka tifozëri goxha të zjarrt, besoj që do jetë aty edhe në ndeshjet në vazhdim. Është një gjë I vlerësuar, një stadium modern në çdo qytet. E vërtetë është. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Rogozhin me stadiumin e Ignatias, që aty përveç tifozërisë janë dhe femra të pranishme, familjar me fëmijë, është një gjë evropiane bashkëkohore do të thoja. Sa I takon rezultatit, po themi, ndoshta mund të kishte shkuar ndryshe? Atëherë, ndeshja ishte goxha e luftuar. Flamurtari e donte me patjetër fitoren, sepse pozitat që ka aktualisht janë shumë të rrezikuara. Por është ajo që kemi thënë fillim për Ignatian, që është e vështirë nga ndeshja në ndeshje ta kapësh aty, sepse ato e kanë boshtin, e kanë konceptin e lojës, identitetin e tyre dhe është e vështirë ti ndalësh. Ato e kërkuan dhe e arritën rezultatin. Qartë. Sa I takon ndeshjes së fundit, Vllaznia Vlora, një fitore për shkodranët. Do të thoja Vllaznia e uli me këmbë tok pak Vorën. Okej, pas rezultateve pozitive e frenoi goxha. Mendoj që duhet ta kishte zgjidhur më shpejt Vllaznia, dyfishimin e rezultatit. Dhe pas 2-0 rezultati 2-0
pati një vetë kënaqësi të lojtarëve të Vllaznisë, pati një tërheqje të vogël, por që Vllaznia po tregon nga ndeshja në ndeshje që është me meritë të kusht. Shumë e qartë. Tani për të vajtur te Teuta, meqense ju kemi edhe nga Durrësi. Një ndeshje Elbasani Teuta në Elbasan Arena, mos gaboj, po një ndeshje e cila nuk i shërbeu, po themi, as njërës edhe as tjetrës. Pra i lënë në pozita që atë pikët tashmë janë, Elbasani është me 11 pikë në vend parë, po me 1 pikë diferencë nga Vllaznia dhe Egnatia, në kaq Teuta është në vend 5 me 7 pikë, po janë dy skuadra të tjera me 7 pikë. Atëherë, unë mendoj që kjo ndeshje tregoj edhe një herë që si Elbasani edhe Teuta janë ekipe vërtet serioze, ekipe vërtet që e kanë marrë me shumë seriozitet këtë sezon të superiorës dhe treguan goxha nivel. Teuta sidomos bëri një ndeshje në kuadrin e perfektes. Vetëm goli i mungoi në këtë ndeshje, ka sulmuar, ka dominuar në goditjen këndi, në goditjen port, në posedimin e topit dhe gjithçka. Dhe siç e thash, vetëm goli i ka munguar. Dhe për mendimin tim, në këtë ndeshje do dali më e kënaqur Elbasani që mori 1 pikë, sesa Teuta që për mendimin tim humbi 2 pikë. Po ishte vërtet një ndeshje e bukur, një ndeshje e luftuar dhe një vitrinë për superiorën. E kemi edhe në patjetër, e kemi edhe në ekran. Në ekran. Ishte vërtet një ndeshje me ritëm. Me ritëm dhe kjo tregon edhe nivelin dita ditës që po rritet dhe superiora dhe ajo që duhet të theksoj Egon është që ky vit nga vitet e tjera në kampionatin shqiptar po shënohen shumë gola. Trajnerët nuk po mendojnë shumë të mbrohen, por po mendojnë më shumë të bëjnë lojë ofensive, lojë sulmuese për të rritur spektaklin dhe duke rritur spektaklin, duke shënuar gola, duke pasur ritëm dhe nivel, absolutisht dhe tifozëria shqiptare që është shumë futboldashëse do të afrohet nëpër stadiume, sepse kemi vërtet nevojë. Qartë. Për Teutën. Atëherë Elbasanin, po. Ishte një ndeshje shumë e ekuilibruar dhe goxha e luftuar nga të dyja skuadrat. Pati një dinamik të jashtëzakonshme si ndeshje. Ishte, si thosh, një përballje për kreun, por Teuta luajti më mirë se sa Elbasani, sepse e patën përgatit goxha mirë ndeshjen. E surprizuan pak Elbasanin me pressingun, nuk e lanë që të luante të lojën e vet. Kishtin mundësi të dilnin me 3 pikë nga ndeshja. Qartë. Por futbolli ky është, madje edhe kemi një travers të Maçollit, që është është këtu një pikë kyçe e lojës të Teutës. Duhet të them që ndan nga një pikë, por më të kënaqur besoj duhet të ishin ato ekipi Elbasanit për arsye se ishte më kërkuese Teuta. Nga java në javë bëhet akoma më kërkuese për rezultatin. Egon, duhet të theksoj që e kam theksuar edhe në emision e kaluar, superiore shqiptare specifike. Që do thotë nuk është se ka një skuadër fikse që dominon. Qartë, është pak shumë si Premier Liga, që janë ja 4-5 skuadra. Shumë vërtet. Dhe po të shohësh deri në nditjen, skuadrat janë aty, Elbasani 11 pikë, Vllaznia 10, Egnatia 10, Dinamo 7. Mund të shohim edhe rezultatet Bylisi me këtë fitore 6 që është shumë pozitive për skuadrën e Bylisit dhe për trajnerin Mirel Josa që meriton absolutisht komplimente dhe është një nga trajnerët më të mëdhenj të historisë futbollit shqiptar, jo vetëm në këtë sezon normalisht, ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Partizani, Flamurtari dhe Tirana për momentin janë në një gërç. Qartë. Mund të shohim në ekran edhe rezultatet superiore dhe pastaj renditjen, shumë bukur, ja ku e kemi. Pra edhe një herë për të bërë një përmbledhje, Tirana Dinamo derbi i kryeqytetit 1-2. Fitoria e Dinamos edhe e profesor Ilir Dajs, i cili rikthehet te Fitoria, por siç e thash dhe në fillim, ishte një ndeshje e ekuilibruar. Një ndeshje e ekuilibruar dhe terreni ndikoi goxha për të pasur atë nivel që ne pretendojmë si nga Tirana dhe nga Dinamo. Tirana ka problematikën e vet që e kemi theksuar dhe herët e kaluara dhe shpresoj shumë që Tirana të rikthehet sepse është një emër shumë i madh i superiorës dhe duhet rikthehet. Ja ku kemi edhe Bylisi me Partizani, një fitore surprizë e bukur e Bylisit, e një tjetër trajneri mjaft të mirë siç është Mirel Josa, 3-1 në Ballsh. Elbasani Teuta 0-0 barazim pa gola. Flamurtari Egnatia në stadiumin Flamurtari në Vlorë, një humbje për vlonjatët 1-2 për kampionët në fuqi të cilët rikthehen në Shina, rikthehen në rrugën e dur, rikthehen në rrugën që kanë 3 vite. Bukur. Dhe normalisht kjo, për mendimin tim, është dhe një shembull për gjithë presidentët e tjerë. Do të marrin shembull presidentin e Ignatias, pasi një projekt afatgjat
Bukur. të çonte rezultat. Dhe Vllaznia me Vorën, ndeshja e fundit 2-0 fitore për shkodranët pikërisht në Shkodër. Vllaznia e kemi thënë që është ekipi, një nga ekipet kryesore dhe pretendentët kryesorë për këtë sezon, por pa diskutim që dhe Vora është ekip simpatik, është ekip që është aty dhe ekip që do vazhdoj të bëjë surprizën. Jam i bindur që me trajnerin Arjan Bellaj dhe me grupin shumë simpatik lojtarëve që kanë brenda, do vazhdoj të bëjnë surprizën. Qartë. Tani. Doja të theksoja pak ke Bylis. Po. Është nga ndeshje në ndeshje. Mund ta rikthejmë edhe Bylisin. Po krijon një Bylis Partizani. Po krijon një identitet si ekip. Fal profesor Josës, siç e tha dhe Andi. Po krijon një identitet si ekip me ato lojtarët afrikanë të rinj që të rinj. Ato bën 2 vite faktikisht pjesa e ekipit, por po krijon një identitet të lojës si skuadër dhe me merit janë aty dhe besoj që do i afrohen, do jetë afër paktën ke 5 që e parë. Por se revioni javës tjetër Teuta Bylis. Po, patjetër. Do jetë fort, por besoj që do afrohet afër 5-shës. Do jetë kërcënim për 5-shën, mendoj unë këtë vit, paktën me rezultate deri tanishme dhe me progresin. Jam plotësisht dakord, është vërtet një skuadër shumë simpatike. Profesor Revioni, do nxjerrim edhe formacionin e javës, tani unë jam shumë kurioz që të di se kush janë lojtarët e përzgjedhur në 11 më të mirë të Superligës shqiptare për këtë javë. Në fakt ti ke disa emra. Po presim që të jetë edhe së bashku me ne në ekran që ta komentojmë. Shumë bukur. Okej. Atëherë, është e gjitha fusha jote. Jepi. Atëherë, ne mendum një modul 3-4-3 me një romb në mesfush që jo trajnerët nuk para se e përdorin shumë, por duke qenë karakteristikat e lojtarëve dhe jemi munduar t'i përshtasim. Jemi munduar t'i përshtasim dhe për më tepër duhet të them që janë lojtarë që meritonin të ishin formacion të javës për javën e 5. Atëherë fillojmë në port me Jana Çek të Elbasanit, sërish. Po, sërish. Vazhdon të jetë me performanca të mira. Rikonfirmohet, vazhdon të jetë në kryesim të renditjes. Dhe është një siguri për skuadrën e Elbasanit. Është këtu në një pikë kyçe. Absolutisht. Për ekipin e Elbasanit, duke ndihmuar goxha. Po. Që të jenë të pagalueshëm. Për mendimin tim, Xhemaili i Ignatias prej javësh me performanca shumë të mira. Edhe javën e kaluar patëm një balotazh 2 javë të kaluar një për formacionin e javës. Gomes i Teutës bëri një ndeshje shumë perfekte. Si hyrje e re, zëvendësoi Kotobellin të dëmtuar dhe u paraqit shumë mirë. Azemovic për herë të dytë në formacionin e javës, lojtari që sezonin e vjetshëm i mungoi Elbasanit për rreth 1 vit dhe këtë vit është kthy një pikë kyçe e mbrojtjes. Dua të theksoj te treshja mbrojtjes, një specifik që po patjetër që po vete re në këtë sezon janë për shembull të 3 lojtarët e mbrojtjes që ne kemi përzgjedhur janë dhe lojtarë shumë të mirë teknikisht me këmbë. Qartë. Që ne si trajnerë kuptojmë shumë mirë se sa e rëndësishme është në futbollin e sotëm të luash me këmbë dhe mbrojtësi. Qartë. Dhe kjo tregon të 3 futbollistët që janë aty meritojnë plotësisht sepse dinë të luajnë me këmbë, dinë të mbrojnë, po dinë edhe të qarkullojnë topin për skuadrat respektive. Qartë. Për vajtë mesfush tani? Në mesfush Maçolli, siç e theksuam dhe më përpara, është këtu në pikë kyçe në shpërndarjen e lojës të Teutës, është bërë një rregullator i domosdoshëm për lojën e ekipit. Fernando një asist tjetër sërish këtë javë për golin e dytë që i dha fitoren, i dha 3 pikët, dha një asist perfekt. Ofori. Është ajo që kemi thënë që ai ka një pasim shumë të saktë. Kjo e bën që të jetë një vlerë shtuar e kampionatit shqiptar. Absolutisht, Egon është një lojtar vërtet altruist, virtuoz me topin dhe ka një vizion loje të jashtëzakonshëm për nivelin e superiores tonë dhe kjo e tregoi edhe ke goli Leo Melos që në minutat e fundit, pavarësisht se flamurtari arriti të barazojë dhe me atë atmosferë të jashtëzakonshme që ishte në stadium,
me qetësinë e vet dha një pas perfekt edhe Leo Melo e ktheu në gol. Ofori i Bylis patëm një balotazh po për efekt të modulit. Patëm një balotazh me Mukhtar Koxhi, po lojtarin tjetër të Bylisit, dhe zgjodhëm Oforin për të krijuar rombin në mesfush. Një dha performancën e vet në këtë ndeshje, shumë pozitive, që ndihmoi ekipin e Bylisit për fitoren e parë. Leo Melo, edhe pse pak minuta, e njëjta gjë si me Beshiraj të TTU-s javën e kaluar. Vërtet. Por për mendimin tim është asi në mëng i trajnerit të Tova që në çdo necesar futet është i gatshëm për të dhënë kontributin e tij dhe shënoi golin e fitores. Kjo tregon anën profesionale të lojtarit, sepse ne kemi theksuar dhe javën e kaluar edhe për Beshiraj, që janë të gatshëm në çdo moment që trajneri i thret, ata futen fush, japin maksimumin dhe janë rezultativ. I dha fitoren 3 pikësh. Për të vajtur edhe treshja e sulmit. Treshja e sulmit Murataj, Villa dhe Maloma. Villa. Lorenzo Villa. Okej, unë thash kështu. Si David Villa i Barcelonës dhe Spanjës. Murataj për javësh me performanca të mira, një gjetje e vllaznis, mendoj. Bëri një gol shumë të bukur me kokë, golin e dytë. Lorenzo Villa gjithashtu shënoi gol dhe është aty në çdo moment që e thret në komand trajneri Daja, ka luajtur shumë role, si nën shfallës, si dhjetësh, si winger ansor. Po, vërtet. Gjithashtu edhe si mesfushor, si teç, në qendër, ka luajtur, ka bërë performanca shumë të mira dhe këtë javë finalizoi edhe me gol. Bukur. Dhe mendoj që është aty si nën shfallës. Është lojtar polivalent, që bën disa role dhe i bën goxha mirë. Po. Dhe Maloma Lorenzo Villa është dursak dhe ka dalë nga akademia të është prodhim i Durrësit. Po. Dhe mi që përmenëm, falë profesor Vioni, akademit duhet theksoj Murataj, që është lojtar i prodhimit të akademisë vllaznis, dhe këtu duke qenë se ne jemi dhe trajnerë dhe punojmë dhe me moshat, unë në rasti konkret, duhet i mësojmë fort futbollistëve të ri shqiptar. Sepse ja ku kemi rastin konkret Murataj, cili është një lojtar i ri dhe i talentuar. Bukur. Dhe Murataj, po, në kratë djathtë. Dhe Maloma në Murataj në kratë majtë dhe Maloma në kratë djathtë. Maloma në kratë djathtë, autori 2 golave. Po. Për Bylisin dhe një lojtar shumë i rrezikshëm për çdo skuadër në çdo ndeshje. I fort fizikisht. Po, i fort fizikisht, i shpejt, ka goxha cilësi. Bukur. Ky është moduli 3-4-3 me trajnerin e javës profesor Mireliosën e Bylisit që bëri mirë. Bëri një duhet të them ndeshjen e pati përgatitur shumë mirë me Partizanin. Arriti të marrë maksimumin. Pati goxha merita, jo për dobësi të Partizanit, po për merit të Bylisit. Bukur, mirë. Duhet të shtoj diçka të fundit. Para se të shkojmë tek patjetër. Sepse ma dha spuntën profesor Evioni. Atëherë, profesor Mireliosa është trajner shqiptar, i dal nga shkolla shqiptare dhe e njeh futbollin shqiptar në mënyrë perfekte. Trajneri Partizanit, me gjithë respektin për të huajt që kanë ardhur në Shqipëri, por unë jam i mendimit që duhet me i dhënë mundësi trajnerëve shqiptar. Absolutisht. Sepse rezultatet dhe mënyra e stërvitjes dhe e lojës e tregon, sepse nuk janë trajnerë të huaj që kanë ardhur këtu, janë niveli shumë të lartë dhe ne kemi çfarë mësojmë. Sepse është normale kur vjen një huaj që është niveli i lartë, ne kemi çfarë mësojmë. Por kur vjen një trajner që është pak shumë në nivelin Partizanin jo lart, po poshtë, atëherë qartë, bukur. Pra, theksi tek trajnerët shqiptarë dhe tek futbolli lojtarët e rinj që vinë nga akademia. Në akademi, sepse në akademi shqiptare punohet ka trajner të zot të ri me vizion e futbollit evropian dhe duhet dhënë mundësia. Mirë, për të kaluar tani tek pjesa e dytë që është kategoria superiore e vajzave dhe unë kam kënaqësinë që të kem këtu në studio Revion Mekshin, i cili është, e thash, trajneri i ekipit të femrave të TTU-s, i cili ka bërë historinë gjatë kësaj fundjave dhe është kaq i thjeshtë këtu në studio me mua, nuk e jep veten fare. TTU-ta ka fituar 10-0 me Lushnjën. Pyetja ime është, po si ndodhi? Si nuk e mbajtë dorën? Jo, faktikisht
pritesh Kemi edhe në fakt 2 ndeshje ka po 2 ndeshje sepse Lushnja Teuta 0-10 dhe Vllaznia Femra 9-1 me Atletic Club. Edhe Vllaznia nuk e ka mbajtur dorën fare sërish. Faktikisht ke kampionati femrave ka disa nivele sepse jo të gjithë ekipet janë në luftë të barabartë, si nga ana financiare dhe nga nivel kontingjenti lojtarëve. Atëherë, aty prej disa vitesh është Vllaznia, Apollonia, Partizani, është bashkuar Gramshi prej 2 vitesh. Po. Kino Studio, po. Jo, Gramshi prej 2 vitesh, këto kanë qenë rivaliteti kaqe dhe këtë vit jemi bashkuar ne të Teutës me pretendime serioze. Kemi bërë një ekip të rikonstruktuar nga e para, duke filluar që nga stafi, nga kontratat, nga përbërja e lojtarëve që është kryesorja. Kemi marrë lojtarë me eksperiencë, kemi marrë edhe lojtarë të huaja. Kemi marrë edhe lojtarë të huaja. Po, kemi 4 braziliane aktualisht, ndërkohë që presim akoma dhe 2 të tjera, që janë si lojtarë të lira, që rregulli e thotë që mund të regjistrohen në kampionat edhe pse është mbyllur merkato. Nuk janë me ekip, por presim dhe 2 lojtarë të tjera që janë goxha të mira për nga cilësia, sipas kërkesave të mia si trajner, por edhe të klubit, dhe pretendojmë të arrijmë goxha këtë vit. E nisëm bar me Lushin, dinim që do kishim një kundërshtar relativisht të lehtë, por I kam porosit vajzat që t'i marrim ndeshjet hap pas hapi, sepse nëse do mendojmë Mendova se I ke porositë që të mos kursehen hiç. Jo, ajo po. Edhe në pushim ndeshjes I thash mos u kurseni, por që mos toleroni fare, sepse më intereson uria. Nëse kam ekip që ka uri, mund të arrijmë larg. Absolutisht. Po themi sa ekipe janë në kategorinë superiore të vajzave? 7? Atëherë janë kategoria superiore ka qenë gjithmonë me 10, siç është edhe e meshkujve. Por këtë vit është shkrier ekipi Tiranës. E kuptoj. I vajzave, fatkeqësisht, nuk dëshiroj për asnjë ekip atë situatë, por dhe jemi me 9 ekipe. Ishte edhe Partizani që I binte java pushim. Neve na bjen në javë të katërt pushimi. Por ndërkohë dhe Ignati me Apollonin është shtyr për mesjavë në të mërkurën. Ndërkohë dhe Kino Studio me Gramshin është shtyr për një afat të caktuar. Ndërkaq që rivandet e drejt për drejt tuajt, po them si pretendentët e Utës, besoj është Vllaznia. Vllaznia mbetet skuadra për të mundur në superioren e femrave. Prej 12 vitesh kampione e Shqipërisë, 12 vite rresht. Është vështirë, por në futboll nuk ka asgjë të pamundur. Ndërkaq që mund të nxjerrim edhe foton, po themi, ndeshjen e femrave Lushnja Teuta. Këtë vit është shtuar dhe Gramshi pretendente serioze. Ndërkohë Fieri mbetet gjithmonë aty mes pretendentëve. Apollonia e Fierit, po. Egon nëse më thuaj, patjetër. Gjithë duhet ta uroj mikun tim, patjetër. Ai është miku im, I uroj suksese në këtë rrugtim të ri dhe jam I bindur dhe pa diskutim me idetë që ka për futbollin do bëj mirë. Është një kënaqësi ta shohësh futbollin e femrave, sepse në Europë është rritur shumë dhe ne në Shqipëri pretendojmë që të rritet niveli, sepse besoj shumica e njerëzve dinë që kemi ekip kombëtar, është logjike kur ka kampionat, ka edhe ekip kombëtar, të cilët na përfaqësojnë si meshkujt edhe femrat. Dhe pa diskutim që Teuta është një ekip serios, ka një projekt serios, siç është ke meshkujt, në këtë rast ka edhe ke femrat, që siç është bërë një revolucion duke filluar që nga trajneri, te stafi, te lojtarët, te kontratat, te pagesat që bëhen për futbollistët, te akomodimi dhe të gjitha. Fillimi mbar, I uroj shumë suksese dhe shpresoj shumë që Teuta të shpallet kampione fund sezonit. Qartë, edhe unë të uroj shumë suksese trajner. Teuta I zhvillon ndeshjet besoj në Nikodovana. Apo jo? Atëherë, ndeshjen e parë brenda se kemi bërë akoma. E kuptoj. Se ishim në transfer ndeshjen. Javën që vjen ne kemi me ekipin e Ignatiës, e presim brenda. Akoma nuk është vendosur të bëhet brenda stadium apo ke aneksi, sepse klubi, siç e kemi thënë më parë, po bën goxha investime dhe ke fushat stërvitore po
po krijon kushtet për tifoza me shkallë që t'i ndjekin dhe aty. Dhe akoma nuk është vendos nëse do bëhet brenda për sepse qëllon që edhe ekipi meshkujve ka ndeshje brenda këtë javë dhe është kushtet e fushës. Diçka që unë doja të të pyesja është pse nuk ka po themi një paralelizëm mes ecurisë të ekipeve të meshkujve dhe të po themi të femrave. Për shembull, nëse është Egnatia e para kampione, pse nuk është edhe ekipi i femrave të Egnatias paralelisht, po aq rezultativ. Për shembull, në këtë rast vetëm Vllaznia na përpjeket. Pa. Deri diku dhe te UTA, megjithëse është ende fillimi. Faktikisht Vllaznia ke femrat ka 12 vite që është kampione. Dhe ndërkohë ke meshkujt u bën disa vite që nuk është kampione Vllaznia. Ka qenë gjithmonë se Vllaznia është histori e futbollit shqiptar dhe ka qenë gjithmonë pretendente, por pa arrit të finalizojë me trofe. Qartë. Por duhet të them që ke ekipi jonë këtë Teuta, me që më dha mundësia të flas, duhet të falenderoj klubin për kushtet, për mundësinë në radhë parë për mua të jem pjesë e klubit, për kushtet e punës që po i plotësojnë nga dita në ditë vazhdimisht, u mor pak me vonesë si drejtim për arsye të ndryshme, por bëhet një punë kolosale në meritme të shpejta. Qartë. Meritme të shpejta. Si ke meshkujt dhe ke femrat, por ndërkohë ke femrat çka kam kërkuar në staf mi kanë plotësuar. Qartë. Dhe ndërkohë, siç thash edhe me lojtarët, presim edhe këto dyja që t'i japim atë dorën e fundit për ekipin dhe të punojmë që të ecim përpara. Egon të shtoj dhe diçka për ta përmbyllur që jemi te kampionatet evropiane. Kampionatet e femrave paralelizëm me kampionatet e meshkujve dhe përmendet Vllaznin. Vllaznia pa diskutim që është derbi futboll shqiptar si ke meshkujt, por këtë e ka treguar edhe ke femrat. Dhe në informacionet e mia që un kam, Vllaznia është pionieri i krijimit të futbollit të femrave në Shqipëri dhe ka qenë dhe skuadra Tirana AS, të cilën ka krijuar Altin Rakli, ish futbollist i njohur i ekipit tonë kombëtar, dhe Altin Rakli është bërë promotori në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe me presidentin Armand Duka, pa diskutim, se pa federatën nuk mund të shkohet askundi, duhet të falenderoj jashtëmase federatën këtë rast për kontributin që jep për futbollin e femrave. Dhe siç e përmend Altin Rakli ka qenë i pari që ka krijuar ekipin kombëtar të femrave të Shqipërisë. Dhe bashkë me Vllaznin kanë bërë, besoj në këto vite, kanë bërë goxha mirë. Bukur. Mirë. Do të idemi tani tek kampionatet evropiane. Të shohim se çka ka ndodhur në Premier League, në Serie A, në La Liga, në ligën e parë franceze, në Bundesliga. Do të idemi do të shkojmë në Angli së pari. Në Premier League kemi patur disa rezultate mjaft interesante. Arsenali ka humbur në transfert me Newcastle 1-2, tjetër ndeshje. Arsenali ka fituar. Ndjes, Arsenali ka fituar, ka humbur Newcastle. Ka fituar Arsenali 1-2 ose 2-1 për Arsenalin. Chelsea vazhdon të bëj hapa pas. Ka humbur 1-3 brenda në shtëpi në Stamford Bridge. Crystal Palace është surpriza kam përshtypjen. Në kësaj jave ka fituar me Liverpoolin 2-1, me ata që janë vend parë, mos gaboj. Është humbja e parë e Liverpoolit. Kjo është surpriza e kësaj jave e kampionatit anglez dhe pa diskutim edhe herë kjo vërteton që është kampionati më i fortë në Europë. Dhe askush aty nuk e ka të sigurt fitoren, askush aty nuk e ka të sigurt titullin. Liverpooli është vërtet një skuadër shumë e madhe, është një skuadër shumë e konsoliduar dhe javë po tregon që është vërtet skuadra për të mundur, por ja që shkon në Crystal Palace, bëhet një ndeshje fort, një ndeshje luftuar, dhe Crystal Palace arrin të fitojë 2-1 duke ngjitur në vendin e tretë. Dhe është 12 pikë, vetëm 3 pikë nga vendi i parë që është Liverpooli. Vetëm 3 pikë. Surpriza e kësaj javës në Premier League. Shumë e vërtet. Ndërkohë që Manchester City ka bërë detyrën. Okej, Manchester City ka bërë detyrën, fitoja 5-1. Pa diskutim që Manchester City është skuadër e madhe, ka një trajner shumë të madh, ka një filozofi loje të përcaktuar. Dhe normale që do të hyjë në shina, do filloj të fitoj, do filloj të tregoj nivelin për të rivalizuar Liverpoolin dhe Arsenalin. Humbja e Chelsea në fakt. Chelsea bën një hap. Bën një hap falës, është hapi i dytë pas humbjes me Manchester United dhe kjo tregon që ata djem të ri, sepse Chelsea ka një projekt afatgjat, ka djem të ri të cilët ka nevojë për eksperiencë, por unë mendoj që është një skuadër e mirë dhe ka goxha nivel cilësor brenda ekipit Chelsea dhe
Kjo humbje është thjesht sporadike. Qartë. Dhe ka që Manchester United vazhdon të jetë në drejtim të paditur dhe humbet. Nuk përbën më lajm Manchester. Ishte lart fitoria me Chelsea dhe ne kemi diskutuar jam me Chelsea. Sepse ishte me Chelsea dhe ishte Chelsea me një lojtar më pak. Ndërkohë ka humbur përsëri duke nëse do të shohim edhe renditjen. Revolucion, atje duhet revolucion, duke filluar që nga presidenca, që nga trajneri, stafi, të gjithë. Është legjenda e Premier League-s Manchester United. Unë mendoj se Manchesteri është bërë për të parë edhe renditjen e Premier League-s, Liverpooli i pari me 15 pikë, Arsenali i dyti me 13 pikë, Crystal Palace surpriza në vend të tretë me 12 pikë, Tottenham i katërti me 11 pikë, Sunderland i pesti me 11 pikë dhe pastaj të tjera. Vëmë re që City është i shtati me 10 pikë dhe Chelsea 8 me 8 pikë. Atëherë do thë që humbja e Manchesterit nuk përbën me lajm sepse është bërë rutinë. Por Manchesteri, siç tha dhe kolegu, që duhet një revolucion. E njëjta gjë është bërë fiks si Tirana. Duke ne që ka humbur identiteti. Një emër shumë i madh, por që fatkeqësisht është me kusht. Ekipet me traditë është mëkat që ti humbi identitetin. Dhe mbi gjitha ne që e pëlqejmë futbollin, që adhurojmë këtë sport magjik, e duam që Manchester United rikthehet. Sepse sa më shumë emra të mëdhenj. Nuk jemi kundra ekipeve të vogla, por ekipet me identitet që kanë bërë histori është mëkat, të shkojnë poshtë. E vërtet, fatkeqësisht. Për të shkuar në Spanjë tashmë, në La Liga, mirë, rezultatet e La Ligës më të rëndësishme, Barcelona bën detyrën në Camp Nou me Real Sociedad, 2-1 fiton. Do të korrigjoj në Camp Nou. Pse ka ndryshuar stadium? Sepse ta sqarojmë. Camp Nou është në rindërtim. Është rindërtim. Dhe akoma nuk ka përfunduar dhe flitet që edhe këtë sezon Barcelona do luajë ke stadiumi që luajti vjet në Montjuic, që stadiumi i dytë i Barcelonës. Është i Espanjolit. Ka qenë një Spanjoli, sepse edhe Spanjoli ka bërë stadiumin e ri, por është një stadium që e përdor Barcelona për situatën që ndodhet sa të rinovohet 100% Camp Nou. Rinovimi ka nisur këtë sezon? Sezonin e kaluar. Gjithë sezonin e kaluar Barcelona ka luajtur me Montjuic. Nejse. Fiton pra Barcelona me Real Sociedad 2-1. Do rri pak këtu. Tek Barcelona. Po. Nuk ishte fitore thjesht. Okej. Edhe kjo tregon edhe që edhe kampionati spanjoll shumë i fortë. Dhe janë ca skuadra të mesit, kampionati spanjoll që janë kocke fort, si Sociedad, si Villarreal, si Atletico Madrid, po. Real Sociedad është në vendin e 17 aktualisht, do thotë në treshën e fundit që rrezikon për të ardhur në Ria. Dhe shkojnë luan me një nga skuadrat më të mira të Europës dhe i bën ballë shumë mirë. Okej, patjetër që Barcelona kishte bërë një revolucion sepse ka dhe mungesa, ka dhe dëmtime, u rikthye Lamine Yamal, por është dëmtuar portieri Joan Garcia, është i dëmtuar Balde. Dhe rikthehet Lamine Yamal. Ndeshja ishte shumë e luftuar, kaloi në avantazh Real Sociedad me një kundërsul, por Barcelona, siç e kemi theksuar dhe në javën e kaluar, ka filozofinë e vet, ka trajnerin Hansi Flick i cili nuk dorëzohet kurrë dhe i ka dhënë një besim të jashtëzakonshëm skuadrës dhe ambientit. Dhe me emrat që ka brenda arrin ta rikthejë. Dhe mbi gjitha rikthehet vendin e parë, pasi Real Madrid humbet. Po, dhe Real Madrid është në fakt surpriza e absolutisht surpriza dhe duhet derbi i Madridit. Atletico Madrid Real Madrid fitore 5-2 e Atletico Madridit. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në Madrid? Real Madrid ka nisur një cikël të ri. Mbas përfundimit të ciklit me Carlo Ancelotti, është rikthyer Xabi Alonso, i cili është një trajner i mirë pa diskutim, i cili ka treguar me Bayer Leverkusen që ka një vizion futbollit qartë dhe është kthyer ke skuadra ku ka kontribuar si lojtar. Dhe kishte nisur goxha mirë duke pasur fitore, por prova e madhe ishte ndeshja direkte me Atletico Madrid. Dhe këtu ç'a duan. Dhe kjo tregon që akoma Real Madridit nuk është aty ku duhet. Dhe duhet koha vetë, siç e kemi theksuar edhe më parë, që të kuptojnë idetë e trajnerit dhe skuadra të fillojë të fitojë filozofinë e trajnerit që sa i cili është i ri. Por pa diskutim që Real Madridit është një emër shumë i madh dhe është pretendent kryesor bashkë me Barcelona. Merit Atletico Madrid, patjetër. Simeone, dhe jam i bindur që kjo skuadër tani do fillojë të korri suksese, të korri fitore dhe do jetë kandidat bashkë me Realin dhe Barcelona. Për të thënë shpejt të renditin, Barcelona vend parë me 19 pikë, Real Madrid i vendi i dytë me 18, Villarreal me 16, Elche me 13, në vend të 5 Atletico Madrid me 12 dhe i 6 Betis me 12. Do kalojmë te Serie A? Si mendon? Patjetër. Okej, te Serie A si duket situata e kësaj fundjavë? Kemi patur ndeshje surprizë. Atëherë, Juventusi ndalesa
radhës sërish, ndalesa 2 të radhëzi, pas Veronës dhe me Atalantën. Një ekip që u bë prej vitesh është ke 5 që ke kaçe e parë e Serie A dhe është një kockë fort për gjitha skuadrat e kreut. Të radhës i bëri ballë shumë mirë Juventusit, që si thua gënjen sërish edhe pse është një pikë me Kreon fal humbjes së Napolit. Inter i bëri detyrën me Caglierin, afrohet me 3 pikë me Kreon. Avash edhe pse ato e kanë si thua boshtin dhe identitetin e lojës vazhdojnë njësoj si me Simone Inzaghi. Roma afrohet ndjeshëm me pikë barabarta me Kreon e renditjes 12. Trajneri Gasperini po vazhdon performancat e mira pas Atalantës dhe me Romën, me një ekip të ri relativisht dhe ide të reja, me futbollin që është mësuar Roma të luaj. Për të shkuar ke në Milan Napoli, në San Siro, kryendeshja e javës, edhe pse me 10 lojtar Milani ke dueli Modric dhe De Bruyne, doli fitimtar ai që kemi thënë gjyshi i Serie A. Si puna e verës, sa më i vjetër, aq më i shishëm, duhet të shtoj diçka. Aq më i mirë. Edhe herë, merit absolut e Iglitares. Se ka marrë një 40 vjeçar i cili ishte në fund të karrierës vet, një karrierë magjike në Madrid, ka fituar gjithçka Luka Modric dhe ka shkuar vetë në Kroaci, e ka kontaktuar dhe e ka marrë aty duke e sjell dhe shumë ka qenë skeptik që Luka Modric 40 vjeç çfarë mund t'i japi më futbollit dhe Milanit, pasi Milani është në një revolucion. Por Luka Modric po tregon atë që tha dhe profesor Vioni, sa më i vjetër, aq më i mirë. E vërtet. Por lojtari ndeshjes, sepse e dëgjova mbrëm dhe më shumë vëmendje edhe median italiane, nuk i japi shumë rëndësi, dhe për mua duhet çik absurde që si japi rëndësi, Pulisic. Amerikani është futbollisti Christian Pulisic është futbollisti më i mirë që ka ky Milan. Dhe nuk është se është vetëm këtë sezon. Ka 2 vite, 3 vite që është konstant në lojën e vet. Është pjesë e Milanit, është pjesë e idesë së trajnerit dhe është lojtari kyç dhe mbrëmje tregoi pasi ishte lojtari decisiv me asistin të goli i parë dhe shënimit të goli i dytë. Qartë, mirë. Për të hedhur shpejt do t'i trajtojmë bashkë, po them, Bundesligën dhe kampionatin francez. Shpejt se jemi dhe në fund të minutave. Atëherë të prek vetëm 2 detaje sepse dihet që në Gjermani nuk është se ka shumë histori. Nuk është se ka shumë surpriza, por dua të përmend ndeshjen me shumë gola të Mönchengladbach Frankfurt 4-6, një golead, ndeshje golead. Ishte goxha spektakël të shohësh gola, 10 gola në një ndeshje. Jashtëzakonshëm. Tjetra është ndjekja e Dortmundit dhe Leipzigut. Ka shi Bayern Munich. Shohim që Bayerni është me 15 pikë në vend të parë, pastaj ndjek Dortmundi me 13 dhe Leipzigu me 12. Pra 3 mendet e para të Bundesligës. Bayerni bëri detyrën 4-0 me Bremenin, por Dortmundi po vazhdon ta ndjeki hapasapi, gjithashtu dhe Leipzig nuk po i ndahet treshës së parë. Ndërkaq në Francë kemi një situatë shumë interesante. Kemi një situatë shumë interesante. Paris Saint-Germain pa diskutim që është vend parë, sepse është skuadra për të mundur. Por të hënën e kaluar ka pasur një ndeshje me rivalin kryesor Marseille, të cilën e ka humbur. Dhe Marseille ka arritur të shkojë në vend të tretë me 12 pikë. Është Lyoni që është me pikë barabarta me Paris Saint-Germainin, po tregohet vërtet një kockë fort, një skuadër që rivalizon. Dhe kjo i jep dhe bukuri kampionatit francez, sepse duke qenë 2, 3, 4 skuadra rivalitet me njëra tjetrën, tregon që ka goxha nivel dhe Parisi besoj këtë vit nuk do ta ketë aq thjesht, duke menduar që Parisi merr pjesë në Champions League. Dhe pa diskutim që do t'i ndaj kampionatin, Championsi, është dhe lodhja fizike. E vërtet, ka disa normalisht që përfitojnë në këtë rast Lyoni dhe Marseille. Duhet të theksoj fitoren e Lyonit në fushën e Lilës, që është një fushë goxha e vështirë, dhe afrimin me Parisin. Por ajo që doja të ndalja te fundit
Ke ndeshja Marseille-Paris, një nga ndeshjet më të luftuara në kampionatin francez, sepse dihet rivaliteti që kanë dy skuadra njëra tjetrën. Dy tifozërit. Edhe pse ishim pa Dembelen sepse ishte në ceremoninë e topit, të cilën e fitoi. Të cilën e fitoi, po kemi një fituesin e topit të ardhur Ousmane Dembele, të Paris Saint-Germain. Dhe doja të thoja që Marseilla fitoi fal një autogoli minutën e 5 të Marquinhos, një autogol. Dhe u bë një ndeshje shumë e luftuar. U bë një ndeshje shumë e luftuar. Atmosfera jashtëzakonshme, velodrom. Dihet që rivaliteti që kanë të dyja qytetet në Francë dhe për te futbollit. Qartë. Ka një rivalitet shumë të madh për te futbollit. Profesori Vioni e ka theksuar në emisionin e kaluar trajnerin De Zerbi dhe jam plotësisht dakord. E tregoi edhe ndeshjen me Parisin që i luajti ballë për ballë Luis Enriquez me futboll total, me qarkullim, me posesim, me pressing ultra ofensiv dhe fitoi. Merit absolute e De Zerbi. Mirë. Ja ku erdhi fundi dhe i minutave i kësaj pjesë të tretë të sportit, unë falenderoj Andi Gjianin, avokat dhe trajner UEFA A, si dhe Revion Mekshin, trajneri i ekipit të femrave të Teutës në kategorinë superiore dhe gjithashtu video analist. Ishte kënaqësi që ju patëm, ne do të jemi së bashku të hënën tjetër. Do të jemi bashk nesër, ishte ky aktualitet edhe për këtë të hënë, ju qëndroni me NTV.